Iliada e ka shkruar Homeri, nuk mundesh dot ta neglizhosh këtë. E ke marrë nga klasa e 6 deri në klasë të 12. E para, Ismail Kadare bëhet nga klasa, në fakt si poet bëhet në klasat më të ulta në ciklin fillor, deri në provim mature me Pallati i Ëndrave. Nuk më dha para evolucioni i abetarëve në Elbasan, një studim shumë i thelluar që unë bëra. Po pse e bëra këtë? Ati, kur ja përmenda, filloi të qeshte, kur i thash e bëra për pasion. Në kohën time, unë dhe vajzat si unë kemi vuajtur nga një sindrom shumë specifik, sindromi vajzës mirë. Dhe unë mendoj që kjo na ka bërë keq. Të gjithë nënat që shtrëngon vajzat më shumë se djemt, bëjnë gabimin e jetës së tyre dhe kanë më tepër hallin e tyre se të vajzave. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe sot. Ne do të jemi së bashku me kolegun Egon Loli, si çdo të mërkur për biseda interesante, informacione të reja e shumë çka tjetër. Miq, përshëndetje të gjithëve ju që na ndiqni nga radio e makinës tuaj nga 89.0 FM, po edhe ju që na ndiqni nga ekrani i telefonit ose kompjuterit nga kanali ynë YouTube, ju që na ndiqni nga Spotify. I përmenda të gjitha këto që ta keni parasysh që ne jemi në të gjitha platformat. Mirë, Viola, në fakt ti sa mirë e flet gjuhën shqipe. Tani, nuk dua të tregohem e gabuar në vlerësim, po mendoj që e flas mirë gjuhën shqipe. Po, padyshim që teknologjia bën të vetën, ritmi i shpejtë i jetës ka ndikuar edhe ne që përpiqemi të flasim një shqipe të mirë, kështu që nuk do vendos not, po do lë të ftuarën ta vlerësoj këtë. Dhe kush është e ftuara jon? Natasha Poroçani Zhuterishi, shumë kënaqësi të të kemi. Edhe për mua shumë kënaqësi të jem në këtë studio, në këtë radio kaq të këndshme. Shumë faleminderit. Po, dhe për më tepër radio që interesohet për gjuhën shqipe. Wow. Tani duhet kemi kujdes kur flasim këtë 90 minutë. Jo, unë them të tregohemi jo shumë kujdesshëm që në fund të marrim vlerësimin. Të kemi dhe ç'të themi. Jo, unë ju kam ndjekur Violën pak më shumë dhe vërtet që Viola e meriton atë që thot, Egonin pak më pak. Për shkak të interesimit të temave që trajton Viola më shumë dhe jam entuziaste. Dhe shpresoj që biseda jonë sot të godas aty ku duhet. Tek maturatët. Shpresojmë edhe në këtë. Ata që kanë provimin e letërsisë. Të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Janë goxha ata që do ta bëjnë provimin, kështu që dëgjoni me vëmendje. Dhe mbi të gjitha ata që dalin tek sheshi i flamurit, duke broritur me të madhe se janë shqiptar, jam e bindur që duhet të dëgjojmë pak më shumë edhe për gjuhën shqipe. Kjo ishte një kritik nga ime. Po, edhe ata që brorasin në stadium dhe harrojnë që në përditshmërinë e tyre janë vazhdojnë të jenë shqiptar. Është një gabim që edhe unë vetë kam bërë në fakt, Natasha, më lejo drejtohem kështu me ti. Jo, me kënaqësi. Që në këto story tipike që ne hedhim në rrjetet sociale, mund të postoj diçka për Shqipërinë, për atë dashurinë dhe shoqërojmë një shkrim i cili është në anglisht. Është diçka që mund të jetë produkt edhe fenomeni i kohës, po sa të shqetëson. Jo, shiko, edhe unë njoh në anglisht, në frëngjisht zakonisht i bëj dhe kjo absolutisht nuk më shqetëson fare, sepse ka një arsye për cilën nuk shqetësohem, madje e gjykoj normale. Ne jemi duke jetuar në shoqëri pa kufi. Që do të thotë bota është bërë shtëpi e të gjithëve. Po lëvizim, po marrim, po japim dhe në këtë kuptim bota është bërë fqinjë ynë. Fqinësia i ka zhdukur kufit. Duke i zhdukur kufit ne jemi të detyruar të flasim shumë gjuhë, të komunikojmë në këto gjuhë, pra jo thjesht ta flasim për veten por dhe të mendojmë në këto gjuhë. Kështu që është shumë e natyrshme që qoftë klishet, qoftë edhe mendimet të na vinë her pas herë në gjuhët që ne njohim. Përderisa thash edhe një herë bota është bërë shtëpia jonë. Kështu që unë nuk e gjykoj fare të dëmshme këtë.
Të tjera gjëra janë ato që unë i gjykoj të dëmshme dhe që godasin në zemrën e një gjuhe amtare. Patjetër që këto lidhen edhe me procesin e të menduarit, por lidhen atë që ti Viola the pak më parë, me ritmin e jashtëzakonshëm në për cilin ka hyrë jeta jonë, me shpejtësinë e komunikimit. Se në fund të fundit, unë i përkas Brezit, ju jo, nuk e besoj ju, që ka jetuar ose ka shijuar dhe përfituar benefitet e Slolapsit, totalisht 100%, por po kaq 100%. Vazhdojmë ta kemi këto. Por kaq 100% kemi shijojmë dhe kemi shijuar, vazhdojmë shijojmë benefitet e WhatsAppit. Dhe kjo tregon që kush më mirë se sa ne mund t'i përballë dhe të kuptoj të mirat që na vijnë nga zhvillimi i teknologjisë, por në fundit dhe të ekzaminojmë defektet që mund t'i vinë apo problematikat që mund të shfaqen nga ky komunikim i shpejt në kohë reale. Se gjuha WhatsApp në fundit çfarë është? Është komunikim në kohë reale të asaj që ti thua, pra në një farë mënyrë shkrimi përpiqet të konkurrojë të folurën, ta jap sa më shpejt. Kjo është arsyeja që fjalët hahen, themi ne në zhargonin e përditshëm, hamgërmat, i shkurtojmë, ndërkallim elemente të tjerë që vinë edhe nga matematika, edhe nga gjuhët e tjera, për t'i dhënë shpejtësi komunikimit. Pra, ky është proces. Ky ka nisur, askush nuk e kthen dot më prapa, se ku do të shkojmë, për këtë unë nuk di të them. Madje jam e bindur që askush nuk di të na thotë ku do na çojë kjo gjë. Tani, një nga efektet e para është ndjerë. Ne dim që sot ato televizione që bëjnë reality show me njerëz të cilët kanë një lloj influence, cila do qoftë ajo, kthehen në idhuj edhe në njerëzit më të admirueshëm të publikut. Ama në ca raste tjera kur përballen dhe situata të tilla ka pasur, kur përballen me pyetje bazike që duhet të dihen, të paktën mendoj unë, nga çdo grup mosh, përgjigjet lën për të dëshiruar. Siguri që i referoheni viralitetit që kanë marrë këto ditë përgjigjet e individëve që janë përfshirë në këtë eksperiment social siç është Big Brother. Fillimisht dua të jem shumë e drejtë dhe them për shembull, nëse do më ishin bërë mua pyetje nga futbolli, nuk do di asnjërin të përgjigjesha. Plotësisht dakord. Absolutisht asnjërin. Sepse ato nuk janë pjesë e shkollimit, e procesit të formimit 12 vjeçar, nga të cilët 9 vite janë të detyruara dhe 3 vite të tjera fakultative. Gjithsesi ne hym tek vendet që numri më i madh i nxënësve që vinë nga 9 vjeçara kalojnë edhe në sistemin e mesëm. Pra, nëse do të ishin pyetje që vinë nga pasioni, siç është muzika, apo siç është edhe ju a thash futbolli, ndoshta në muzikë mund besoj që do isha përgjigjer, por në futboll sinqerisht nuk do kisha marrë. Ka disa fusha që por pyetjet të cilat individët i marrin si burim informacioni kanë shkollën, atyre mendoj që duhet ishin përgjigjur. Dhe si që folëm paraprakisht, duke pata një moment të lirë gjatë paradites dhe bëra një kërkim shumë të shpejt në internet për të parë se cilët ishin individët që ishin përgjigjur sakt pyetjeve në këtë eksperiment social për gjatë viteve të fundit. Pa dalë në emrat përveçëm, ne bashkë me Violën Shpar bëm një kalkulim. Njëri ishte 49 vjeç, tjetri 48 dhe i treti 37 vjeç. Në mosha mesatare, individëve që ishin përgjigjur 100% pyetjeve që vinë nga shkolla. Po e shkruaj këtu edhe po e tregoj nga kamera. Okej. Mosha mesatare e këtyre 3 individëve, mos ma gjykoni këtë shkrimin e numrave. Ishte 44 vjeç. Atëherë, kjo për mua është një tregus shumë i madh. Kjo në një farë mënyre na demonstroj së pari hendekun që ekziston midis individëve të një farë moshe që kanë bërë një shkollë të një kurrikule tjetër, gjeta fjalën e përshtatshme, sepse do t'isha treguar dhe jam treguar goxha zemërgjër me fjalën kurrikul, me nxënësit e sotëm që bëjnë një kurrikul tjetër. Pra, do thoni juve shkolla nuk është teorike, padyshim që s'është teorike, por duke filluar nga sistemi 9 vjeçar, nga arsimi mesëm i lartë, 6-9, deri në provimin e maturës të djalit që është aty, Iliada është pyetje mature.
Iliada e ka shkruar Homeri, nuk mundesh dot ta neglizhosh këtë. E ke marrë nga klasa e 6 deri në klasë të 12. E para, Ismail Kadare bëhet nga klasa në fakt si poet bëhet në klasat më të ulta në ciklin fillor deri në provim mature me Pallati i Ëndrave. Pallati i Ëndrave provim mature se Kadarea është i tërë që Kosova ka fituar pavarësinë në vitin 2008. Këtë unë nuk ja fal një shqiptari të Shqipërisë, jo më një shqiptari të Kosovës, sepse ne mburremi me pavarësinë e Kosovës, me studentët, me nxënësit, e kam kryefjalë. Pra këto tregojnë, pra përtej Po çfarë duhet të ndodh në jetën e një nxënësi gjimnazi? Të shkolle. Një nxënësi shkolle që të mos e di ose të mos e ketë parasysh ka lënë orët e mësimit edhe ka shkuar ka pirë kafe. Kjo ishte skenari që do mendonte çdo njeri. E ka shkruar Gjergj Fishta. Çfarë duhet të ndodh në jetën? Ju a them unë. Çfarë duhet përmbyset? Në fakt unë nuk i vë shumë faj nxënësit se sa sistemit. Së pari dhe sistemit. Dhe për këtë ne kemi kohë, po unë do t'i bishkur gjithsesi se mund të flisja me ditën e të tëra. Ja, ju a them unë nuk e di se çfarë ka ndodhur këtij apo atij individi dhe shpresoj shumë. Jo, një nxënësi, jo një individi. Do të thënë çfarë duhet të ndodhë një nxënësi që të mos e di këtë gjë. Çfarë i bëri sistemi këtij nxënësi që të mos e di këtë gjë. Kështu do ta reformoja unë pyetjen. E para, sa hapësirë me që jemi te Fishta dhe unë për Fishtën mund të flas. Sa hapësirë sistemi ynë kurikular i jep dialektit që nxënësi të ketë lehtësinë ta lexoj Fishtën. Më kuptoni? Sa hapësirë sistemi ynë kurikular i jep gjuhës në përdorim, më fani për pasionin. Jo, kjo as pak problem, ne admirojmë pas. I jep gjuhës në përdorim, pra asaj që gjallon çdo ditë përmes gjuhës, që nxënësi ta ketë kaq shumë të dashur gjuhën e stilin, kur them gjuhën kam parasysh stilin të Ismail Kadares dhe ta adhuroj atë. Unë i përkas brezit që e dinin përmend, unë mund të recitoj përmendësh sa të doni ju nga Kadareja. Nuk më ka bërë më pak influencer tek ata me të cilët punoj. Pavarësisht se numri influencerëve në Instagramin tim nuk është i ndjeshëm, por unë influencoj çdo ditë tek nxënësit, por edhe tek studentët, padyshim, dhe për këtë jam shumë krenare, sepse studentët e mi do të jenë mësuesit. Unë punoj në universitet që përgatit mësues, që ka fakultet edukimi, dhe kjo nuk më bën më pak influencere, që fakti që di ta lexoj Fishtën, që Fishtën e di përmendësh, e them me burrë, e them dhe student. E di përmendesh? Hej Mojzan, ty të qof shatrue, asë s'po të bjen ndërmend për mua, një këngë të hershme me më kumtue, me më treguen lehut malsis, si u e në filli Shqipnis. Një moment Perl e bukur. Është e jashtëzakonshme. Është e pika jon, Lahuta e Malsis. Lahuta Malsis është një nga kryeveprat që për fat të mirë ne kemi shkruar dhe italianët kur është përkthyer kanë quajtur Homeri shqiptar Fishtën. Me plot të drejtë. Me plot të drejtë. Pra sistemi ynë shkollor duhet t'i japi, flas për lëndën për materien gjuhëletërsisë, nuk po futem tek të tjerat, nuk i njoh. Duhet t'i japi hapësirë gjuhës në përdorim, diskursit, kuptimit. Profesor Xhevat Lloshi ka një libër fantastik, ai ka një sër librash fantastik. Por ka njërin që e mbaj shpeshherë në dorë si Bibël, si të shkruajmë shqip. Është komentar dhe ai tregon se si ne mund të shkruajmë gjuhën që përdorim pa e cënuar thelbin e gjuhës shqipe, që është sintaksa dhe morfologjia. Dhe ka një shumë të bukur që edhe unë e përdor, thotë kur brezim, thot, do të tregoj një gjendje paksa të çuditshme dhe alarmante, ne themi, dhe unë këtu e gjej veten, ma hoqet trurin. Dhe nuk merrem, dhe kur them trurin, kam pjesën e kokës time, ku punohet, mendohet, krijohet një proces, realizohet. Kur brezat e rinj s'po ve gishtin. Kur brezat e rinj. Këta që kanë provime mature. Po, thon, le të mos i sulmojmë, mos i stigmatizojmë. Kur brezat e rinj përdorin një situatë analoge, thon, ma hoqe pinin. Pra ato 3 shkronja që ty të zhbllokojnë për të futur në teknologji, për të parë gjëra. Po shumë e bukur. Shumë e bukur kjo. E ka thënë profesor Xhevat Lloshi dhe
e thot në mënyrë fantastike këtë gjë. E shumë gjëra të tjera. Tani një sekondë se u bëra Shumë e kurioz. bukur. Me sa unë mbaj mend, qofsha gabim, di që për shembull kjo shprehja e zhargonit ma hoqe trurin, nuk ma merr mendja të ketë ekzistuar në kohën tuaj. Apo ka Kur është ekzistuar? koha ime? Kur në kohën tuaj, përpara erës së re. Unë Përpara lindjes Krishtit. Besoj që unë besoj që gjithmonë është koha juaj. për aq kohë sa ne jetojmë, është koha e gjithë secilit nga ne. E kam fjalën kur ju ishit të rinj dhe në moshën e zhargonit. Atëherë. Pra në moshën e asaj gjuhës që është. Jo, të lutem. Zhargoni ka qenë me krijimin e shoqërisë janë krijuar zhargonet. Okej, Që është krijuar shoqëria njerëzore, janë krijuar zhargonet, janë krijuar variantet. Pra si gazetar ndoshta nuk e keni shumë të qartë mënyrën se si funksionon një gjuhë në nivele ligjërimore. Ka ligjërim të zhargonit, ka ligjërim, pra gjuha ka shumë variante. Shumë Ajo regjistra. funksionon si gjuhë e shkencës, gjuha me stile. Ka regjistra. Regjistrat janë tjerë, variantet janë të tjera, por unë isha duke folur për variantin e dialektit dhe pastaj për regjistrin e të folurit për zhargonin. Zhargonet kanë ekzistuar gjithmonë. Madje zhargoni për mendimin tim, nuk e di, unë nuk jam historisë së gjuhës, nuk mund të flas për Ajsa por jap një mendim, sepse të gjithë kanë fushat e veta, në konceptin tim zhargonet janë shumë të vjetër, madje me shumë siguri zhargonet duhet kenë ekzistuar, jo duhet, po kanë ekzistuar para standardit, patjetër që kanë ekzistuar para standardit. Bën kuptim. Por unë nuk e kisha më tepër për zhargon se sa e kisha për zbërthimin për lidhjen e kuptimit me shenjë. Jo, sepse lidhet dhe këtu siç na e kanë thënë edhe se tani nuk duhet futemi në thella edhe Heideggeri dhe Wittgensteini, pra gjuha ka të bëjë ka lidhjen e vet me procesin e teknologjisë ose teknologjizimit njeriu dhe gjuha lidhet me mënyrën se si ne ndërveprojmë ndër të tjera kur ai thot më hoqe pinin, pra ai është brenda një epoke teknologjike që ka të bëjë me pinin. Dhe unë dua të them, më përpara më hoqe trurin, që do të hoqe trurin. E thonit më hoqe trurin. Patjetër që kemi thënë gjithë kohën. Unë vazhdoj ta them sot. Nuk e them këtë më hoqe pinin, nuk e di më ka tingëlluar gjithmonë jo fort e këndshme. Më bëri shumë përshtypje kjo çështja e zhargoneve dhe doja të futesha pak në historinë e zhargoneve. Po, zhargonet kanë ekzistuar përpara për të krahasuar, po them. Standardi gjuhës shqipe i takon vitit 1972, është ligj i shkruar. Tashmë gjua një disa variante ndër ato. Po na vjen nga regjia edhe variante të tjera të zhargonit. Mund të them unë të profesorit. Më hoqe petllën. Thon nga Tirana. Kjo është. Po petlla ç'është? Në dialektin. Duhet patjetër që ti futem një thellë për të përcaktuar këto, pastaj duhet të shikosh kontekstet. Kjo është gjuha e gjallë pra. Këtë isha duke thënë gjuha e gjallë, gjuha që përdoret. Duhet të futemi thellë edhe në kontekstet kur është përdorur. Unë e përdor shumë kontekstin, për shembull, fjala zjarr mund të konsiderohet dhe fjali. Për shembull, por në kontekste të ndryshme merr kuptime të ndryshme. Kur dikush është duke folur shpejt ishte zjarr. Ti rrit, jo, pa ishte. Ti e dëgjon dhe thua zjarr. Dhe dalim te kuptimi ishte zjarr. Por ti vjen nga një jashtë shumë ftohtë, këtu shikon një oxhak zjarr. Pra o sot sa ngrohtë sa mirë. Me këtë dua të them që kontekstet e ndryshojnë kuptimin e fjalës, por edhe të fjalisë siç kemi në këtë rast, zjarr është fjali, nuk është më fjalë. Kur je për shembull komandanti urdhër për artillerinë, zjarr. Po kur bie zjarr atje dhe them zjarr. E të tjera. Dhe me studentët unë përdor u bën kohë që e përdor këtë gjë dhe është e këndshme, krijon dhe pak hilaritet kur prap për të treguar vlerën e kontekstit. Unë jam prapa derës dhe dikush është në sobë, duke punuar tek soba, duke gatuar tek soba, dhe dëgjoj zërin që thot më sill pak shapkat. I them studentëve, çfarë mendoni ju, çfarë i duhet personit duke përdorur një sinonim? Edhe vim tek sinonimet, pandoflat, lëpitkat, taftet i themi ne të Shqipërisë mesme, po, Shqipëria mesme. Në fakt asnjërin prej tyre. Zonja është duke gatuar dhe thot shapkat zoqt nga frigoriferi ti fus tek
uji që po vlon. Pra, Llojin e zogut i quhet shapkë. këtu që kemi tek homonimet, dhe homonimet marrin kuptim nga konteksti, ku ato përdoren. Pra, dhe vazhdoj, t'ju a them dhe juve, e kuptoni sa shumë na prish puna e monitori shpeshherë na ngatron me njerëzit duke mos kuptuar, duke na shmangur kontekstin ku zhvillohet diskursi. Unë doja të futesha pak më shumë në të thella që u shërben ndoshta edhe nxënëse që kanë provimin e maturës, nuk e di, po unë do ta bëj kështu për kënaqësinë time intelektuale këtë bisedë. Egoni ka një shëllim të vetëm sot, nxënësit e maturës. Nxënësit e maturës. Notën a është metafora mjeti ose arma metaforikisht pra më e fortë që ekziston në gjuhë? Metafora është shumë e fuqishme sepse zhvendos kuptimin. Dhe unë mendoj që metafora shpeshherë rregullon komunikimin. Më fal që të ndërpres. Nuk e kam thjesht për e kuptoj për metaforën si emëruesi përbashkër i të gjithë, po them. Atëherë, metafora është një nga Pra edhe epiteti quhet metaforë dhe alegoria quhet metaforë edhe nuk e di. Në një kuptim më të mos gjerë. bëjmë gabime. Jo, në një kuptim më të gjerë, po them. Pra, okej, mas sqaro se s'po dua të futem më shumë. Atëherë, këto që ti përmende, epiteti, alegoria, epifora, metafora, hiperbola, panalepsa etj. Janë figura të stilistikës dhe kanë të bëjnë të gjithë me mënyrën e komunikimit, kryesisht në tekstin poetik dhe pastaj janë zhvendosur nga teksti nga letërsia tek e folura e përditshme. Metafora quhet mbretëresha e figurave dhe në një farë kuptimi ajo shumë e rëndësishme sepse zhvendos kuptimet. Që do thot, nga kuptimi i parë kalon kuptim të dytë, të tretë e kështu me radhë. Dhe në rastin kur themi më iku truri, ne kemi përdorur një metaforë. Edhe kur themi që edhe kur themi dielli qesh është një metaforë dhe padyshim që metafora është mbretëresha e gjithë figurave, sepse nga ajo fillojnë të zbërthejnë, të lindin edhe figura të tjera. Dhe unë metaforikisht dhe metonemia që është shoqja e ngushtë e metaforës është shumë e rëndësishme, është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse zhvendos kuptimet. Por duhet kesh parasysh që metafora merr kuptim brenda një konteksti të caktuar dhe në një bashkëbisedim të caktuar dhe bashkëfolës i cili të jetë në nivelin tënd të kuptuarit. Që do të thotë, unë metaforikisht flas shumë kollaj dhe shumë lehtë me një shqiptar, me një të huaj që e di shumë mirë shqipen, por e kam të vështirë të përdor metafora me një të huaj, për shembull, thati ti thuash një të huaj, një shprehje metaforike të tipit gushtogun, gushtegun, që në fakt është, ai thot çfarë lidhje ka gushti me gunën, por është një kontekst shqiptar që ne na shoqëron dhe e kuptojmë këtë gjë. E di çfarë më kujtove, tani ka shumë faqe në rrjetet sociale që i marrin këto fjalie dhe i përkthejnë në gjuhë të tjera duke parë se si do të jetë kuptimi i tyre dhe realisht njerëzit habiten se si nuk më vjen tani diçka konkrete, po është vërtet shumë interesante. Po ja, unë ju them ne zemër, të dashurit i themi zemër. Po hajt t'ja thush një francezi kër. Ai thot e kupton? Pra stonon. Pse? Sepse fjalët lindin në kontekste të caktuara dhe bartin mentalitetin e popujve që i përdorin ato. Unë tani jam duke shkruar, po ne nxorëm një antologji me 100 plus pjesë nga tekstet e abetarëve të parë 100 viteve. Është një punë shumë, na është dashur shumë të punojmë për këtë, sepse jo vetëm që i selektuam, por na është dashur të lexojmë mbi 100 abetare, jo vetëm që i selektuam, por e besoj vështirësi ka qenë edhe sigurimi. Ka dy burime shumë të mira. E para është biblioteka kombëtare, është jashtëzakonisht e pasur. Për fat kemi edhe bibliotekën, arshivën e bibliotekës së Elbasanit, që është po kaq e pasur. Domethënë sigurisht jo aq e pasur sa biblioteka kombëtare, por që duke qenë që kanë punuar njerëz që e kanë dashur librin dhe gjuhën, e kanë ruajtur me fanatizëm. Dhe e pajisëm me një aparat bashkëkohor pedagogjik. Çfarë vura re? Që fjalët kanë evoluar shumë në kuptimin e tyre. Për shembull, do përmend vetëm 2 prej tyre. Fjala njësoj. Aty përdoret shumë, nuk thuhet mbledh zbres, po thuhet njëson. Dhe të dy veprimet i bën bashk.
edhe mbledhjen dhe zbritjen. Njësoj 2+3, njësoj 5-1 për shembull. Kjo fjala njësoj po zhduket, ka marrë kuptime është zëvendësuar me fjalë të tjera. Fjala shuku. Fjala shuku Për plasën ose Jo, ishte topi. Shuku tem. E bën Shuku shuk. tem ishte Nëse e ke topi. dëgjuar. Topi tem, për shembull, ai ishte shuku tem. Është fjala shuku. Unë po marr vetëm këto dy fjalë. Po s'po ndalem, nuk po futem fare tek sintaksa që është e mrekullueshme, është tipike shqipe, po marr vetëm leksikun. Disa shembuj edhe mund t'i sjellim. Fjalia, ne në Shqip kemi kryefjalë, kallëzues, përcaktor, kundërinor dhe tenor. Dhe fjalit janë të plota, siç fëmijët i duan. Vetëm se në ndryshim nga abetaret e mëvonshme, nuk e pasurojnë shumë kuptimin e fjalës, mbeten ke kuptimi i parë, ndërsa abetaret që na vinë pas 90-s sidomos kanë shumë kuptimësi në një fjale. Të njëjtën fjalë abetaria e përdor në kontekste të ndryshme dhe fëmia fiton kuptime të ndryshme dhe dalim tek metafora që është një mjet lëvizjes për shumë kuptimësinë e fjalës. Pikërisht. Dhe ka kaq shumë gjuha shqipe duket shumë e pasur. Është e pasur. Dhe realisht është e pasur, por sa prej kësaj pasurie ne kemi sjell ende sot e kësaj dite. Unë mendoj që ne nuk kemi pse të trëmbemi, e shpjegova edhe në fillim them, nuk kemi pse të trëmbemi sepse shpesh në pyetjet qoftë edhe këtë pyetje që bëre ti Viol, unë përballem me një lloj frike se çfarë po na ndodh sot me gjuhën shqipe. Sepse diskutohet prej shumë vitesh tashmë. Po, diskutohet. Po këtë frikë duhet kenë edhe anglisht folësit, edhe spanjisht folësit, edhe sidomos italian folësit me cilën ne na rrihet veshin nga që jemi në një mjedis ku po miksohen gjuhët. Unë nuk trëmbem, sigurisht që nuk duhet të përdorim fjalë të huaja, flas në leksik. Leksiku nuk është që më trëmb shumë. Por ajo që mua më trëmb është ajo që në gjuhësi, sidomos gjuhësia bashkëkohore e quhen code switching. Çfarë është code switching? Ky e godet gjuhën, ky lloj përdorimi e godet gjuhën në zemër. Pse? Sepse në strukturën e fjalisë së shqipes, pra në strukturën sintaksore dhe në përdorimet morfologjike të fjalëve, mbi vendosen strukturat e anglishtes. Dhe anglishtja është ajo që po bëhet më invazive në këto periudhë. Mbi vendosen strukturat e anglishtes. Pra ky lloj kodi i ri po e quaj unë, e dëmton gjuhën, sepse dëmton strukturën, e dëmton së brendshmi një gjuhë. Dhe ne këtë e vërejmë sidomos tek fëmijët. Unë do jap vetëm 2 shembuj. Përdorimi i parafjalës në shqip nga vetë emri, nga vetë emërtimi, parafjalë, për, vendoset ose me, vendoset përpara emrave. Para fjalës. Në anglisht e kemi në fund, with dhe for. Dhe fëmijët sot po e përdorin with dhe për dhe me, po e përdorin në fund të fjalisë. Por po si se nuk ose s'po e shformojnë fjalin. S'po vjen në rast. Në kuptimin e tyre, në përdorimin ato janë okay, sepse kanë përkthyer strukturën e anglishtes. Strukturës së anglishtes i kanë përshtatur shqipen. Problemin e kemi ne. Do të thonë ato kanë problem padyshim, po problemin na del ne me të kuptuarit. Unë dhe mami do shkoj në shkollë me. Unë do shkoj në shkollë me mamin. Pse ekziston kjo? Sigurisht. Në fakt kam parë komente. A vërtet ekziston kjo? Po ekziston tek gjuha e fëmijëve të klasës së parë dhe të dytë deri në klasën e tretë. I kam të listuara, këto janë vëzhgime. Për fat të keq nuk e dija që do orientohesh biseda këtu se do t'i kisha marr me vete vëzhgimet, i kam dhe me fëmijët që i kanë thënë dhe me moshën e fëmijëve, sepse u bë një vit që bëj vëzhgime për këtë gjë në 3 shkolla, në 3 qytete të ndryshme, nga të cilat një pjesë janë edhe shkolla fshati, janë më është më e pastër gjuha e fëmijëve në fshat se sa gjuha e fëmijëve në qytet. Është shumë e çuditshme dhe ajo që unë vëre është pikërisht kjo. Mësuesit janë më të përkushtuar, janë më pak nxënës. Unë them që prindërit në fshat nuk i lënë fëmijët përpara televizorit, ose kompjuterit ose celularit, aq sa i lënë në qytet.
Tjetër, nuk kemi përputhje midis mbi emrit dhe emrit në gjini numëra, siç e ka shqipja. Për shembull, vajzat e vogla, vajzat e vogël. Është shumë e rëndomt, jashtëzakonisht e rëndomt. Mos kaloj tek shumësat e fjalëve, si për shembull flamujt. Nuk ekziston. Flamurët. Po, Është vërtet tërësisht është. gabim. Por sidomos të mungesa e lakimit. Po, Është e tmerrshme. Me thotë emrin Ndoshta siç- juve këtë coding switching se keni vënë Nuk e re kemi vënë sepse nuk i përkisni fushës, por unë që e shikoj me shumë vëmendje. tek emra të paktën besoj të gjitha kemi vënë re. është e gjithë. Tek lakimi. Nuk i lakojnë emrat, do shkojnë në shkollë me arbrin, do shkojnë në Mbas shkollë edhe me ne arbër. bëjmë ndonjëherë këtë gabimin për të ruajtur atë formën Kjo e është zakonisht emrit të trendi që po, tingëllon ky s'është trendi. nga anglishtja. Është Kështu me duket emrat që paktën. mbarojnë me zanore zakonisht, me Mario. Jo, është me të gjithë emrat, me të gjithë emrat. Më ka thënë Mario ose shuj, kjo zakonisht shumë me më ka me thënë të që mbarojnë me Mario. zanore. Po s'është vetëm Mario ja. po nuk është vetëm me këtë. Është me të gjithë të Më ka marrë thënë një emër- Joel për shembull, vaj me emrin Joel. Joel. Më ka do shkoj në shkollë me Joel. Marrë me emrin Nikol? Ku mbeti im? I thash Nikol. Nikol. Nuk lakohet, është Okej. më çudit kjo gjë. Fola i thash Nikol, i thash ose do përdorësh i thash Nikolës, meqense është më mashkullor, i thash Nikolit. Megjithatë për shqipen, nëse Nikol është emër vajze, do thosh i thash Nikolës, jo Nikolit. Se edhe kjo është problem vete. Se ngjoj shumë emër Nikol me Po mund të kthej Erdhi përgjigje Nikoli. Nikoli edhe të të thoj që mos ma thuaj ashtu emrin. Nikoli, po, mund ta Se thotë ndodh këtë edhe gjë. kjo. Nikoli, ja, Nikoli. Mund ta thotë edhe këtë, që mos ma thuaj, por logjika, morfologjika e shqipes do që emrat të lakohen. Qartë. Dhe është emër, nëse është vajzë, është emër i gjinisë femërore. Por kjo ndodh kryesisht me emrat e huaj. Me emrat e huaj. Se me emrat shqiptar është më, për shembull, era. Ne nuk themi i thash era. I Ja, thash se era. themi i thash erës. Po ndodh me emrat që na kanë ardhur. Dhe unë sot jam shumë e lumtur që po shikoj një tendencë për përdorimin e emrave shqip Po ndodh kjo tek vërtet. fëmijët dhe kjo më pëlqen shumë. Të gjithë librat që un kam për fëmijë kanë emra shqip. Dhe personazhet kanë emra shqiptar. Edhe emrat e bukur. Edhe kemi edhe Do vim. edhe prindrit tani kanë filluar që zgjedhin Dhe është shumë bukur. emra Dhe është shumë shqiptar. bukur, sepse ne kemi shumë të bukur. Po, e vërtet. Kroi, Drin, për emra Era, Bora, mora 2 emra. Jon, Jon, Jona, Blin, pra Blin, thash. po. Blin, Drin. Mirë, do kthehemi tek librat, por do flasim edhe pak për gjuhën se kam unë ende gjëra. Kemi ende gjëra për të folur vetëm pas një shkëputje muzikore. Rikthehemi pastaj. Mirë, vjojmë tim në studio me Natasha Shuteriqin edhe me kolegen time Violën. Po flasim për gjuhën, do të flasim për letërsinë, do të flasim dhe po flasim për edukimin. dhe përpara bisedave të rënda peshojnë realisht edhe duhen bër, t'ju ofroj nga një bono. Faleminderit. Nuk e di, cila është shija që të pëlqen më shumë, po? Pistakjo. Pistakjo është ajo atje, e gjelbra e shilja. Faleminderit. E gon? Ma jep atë me çokoladë është ajo e kuqe, a? Okej. Po, me çokoladë. Ja, kështu ju bëf të mirë, tani besoj jemi. Ju bëf të mirë sa herë t'ju marr uria Të ose keni nevojë rregullojmë për sheqer, është nivelin e croissant sheqerit, bono. Jack. Sheqerin e Edukimin. rregullojmë me një croissant bono apo gjuhën dhe edukimin e çfarë ta rregullojmë. Tani, përpara se ta zgjerojmë pak, ti the pak më parë që gjuha shqipe është e pasur. Tani është vërtet e pasur apo i bëjmë ne qefin vetes? Sepse kam përshtypjen që duke qenë se gjuha shqipe është zhvilluar në një kontekst disi të izoluar historik, ku nuk ka dhënë dhe ka marrë me gjuhët e tjera sa i takon sidomos zhvillimeve shoqërore, shkencore, teknologjike, se janë këto që e përpunojnë gjuhën dhe e çojnë, po themi, në një nivel më të lartë semantik, pse jo.
në atë kuptim ka ngelur disi e varfër. Dhe duke qenë se ka ndodhur kjo që ka ndodhur, pastaj e ka shumë të vështirë ti rezistoj një gjuhë si anglishtja që është 4. Shiko. Nuk e prisi Egon. Jo. Ja. Nëse u shpresoj shumë që të mos e kesh bindje këtë, po t'jetë nga regjia. Jo, këtë bindje, Egon, nuk e kam bindje, e kam dyshim. Nuk e kam bindje. Dëgjoj. Unë nuk jam gjuhëtar për shkak. Do të jap një shembull. Unë duke patur paksa sindromin e profesorit pedagogut, nuk ja lejoj vetes të mos e kundërshtoj apo ta pranoj një mendim me argumenta. Dhe argumenti që do të jap tani do na kthej pas në kohë. Një kohë edhe më të vështirë, në vitin 1944. Në vitin 1944, libri më i lexuar i të gjithë kohërave të letërsisë për fëmijë ishte, nuk besoj që e dini, Liza në botën e çuditërave. Çudinave mos ka qenë atë kohë. E kemi diskutuar bashkë. Liza në botën e çudinave. Çudinave. Erdhi në Shqip. Po. Dhe s'kishte ardhur në Shqip përpara vitit 1944. Libri më i lexuar në botë i Lewis Carroll. Dhe janë dy të rinj që kishin mbaruar Harry Fulcin për pedagogji. Hysen më fal se harrova mbi emrin Çela dhe Hysen Çela dhe Beqir Çela, që rastësisht kishin një mbiemër, nuk kishin lidhje me nuk kishin lidhje dhe marrin përsipër të përkthejnë Liza në botën e çuditërave të asaj kohe. Ato e sollën në këtë titull, se ajo në origjinal nuk është në këtë titull. Alice in Wonderland. Po. Dhe po Liza jo një herë. Më kupton që në Alice, ashtu. Dhe ç'bën? Than, pyetja e parë, $100,000 edhe më sot që i bën vetes. A do ta mbante gjuha shqipe anglishten e Carroll, që ishte përkthyer deri në 78 më duket në atë kohë gjuhë të tjera? A do ta mbante shqipja? Dhe jemi në vitin 44. Cila shqipe? Shqipja toskërisht, gegërisht apo shqipërisë mesme? Dhe ata vendosën. Si thuhet korrekt, gegnisht apo gegërisht? Gegërisht. Standardi e do gegërisht. Okay. Mua më pëlqen ta them gegnisht, se kështu më shijon. Nuk bëj gabim. Okay. Dhe ata gjetën u mbështetën tek mendimi i kohës, sepse në vitin 1921 ishte një urdhër që kishte mbetur, le të themi si atavizëm, i ministrit të kohës që të shkruheshin për aq kohë sa skemi standard, të shkruhen tekstet në elbasanisht. Dhe ata e morën e përkthyen në elbasanisht. Njëri ishte nga Durrësi, tjetri ishte nga Lushnja. S'kishin lidhje me elbasanishten. Aty diku në mes të dyjave është edhe Elbasani. Durrësi, po Lushnja jo. Okej. Dhe e përkthyen në elbasanisht. Këtë e morën, siç bëri dhe Kristoforidhi në vitin 1868, bën dhe këto, e ngarkuan në shtëpinë dhe filluan të shëtisin në shkollat shqipe fillore nga Saranda në Shkodër. Klas më klas, lexonin. Kuptohej? Çfarë s'kuptohej? Arrinin nxënësit me këtë gegnishte të butë, por dhe toskërishte të rënd, po e them unë, metaforikisht, që ta kuptonin nga ju dhe pa që e kuptonin. Dhe e botuan. Në vitin 44 del Liza në botën e çudinave në elbasanisht. Kur një botues shqiptar kishte nostalgjin ta rikthente këto botim të parë, më dha detyrën të shpjegoja pse elbasanisht e mbante anglishten. Fillimisht a e mbante dhe pse e mbante. E para unë nuk e trajtova si elbasanisht, e trajtova si gjuhë shqipe. Dhe kam trajtuar se sa bukur shqipja e 44-s, ajo shqipe ku 80% e popullsisë, siç na ishte thënë, ishte analfabete, arrinte të mbante një gjuhë aq të lëvruar dhe aq të kultivuar sa ç'ishte anglishtja. E mbajti me aq sukses sa botimet të më vonë, për një kohë të gjatë mbijetoi në elbasanisht. Më vonë pas standardit ajo u përkthye edhe në standard. Pra shqipja e mban. E para, e mban se është një gjuhë shumë fleksibël. Dhe këtë do t'ju them, me që më the të mbaj një gjuhë si anglishtja, e gon do të bëj një pyetje. Si thot anglishtja për kur një kafsh humbet jetën, kur një mace humbet jetën?
Dajs. Daj. Vdes. Des. Si themi ne kur një mace, Ngordh. po nuk është tur për një Për anglishtën. gjuhë kaq zonjë sa anglishtja të thot vdes njeriu, vdes kafsha. Por thot edhe perishës. Vdes themi ne. Ti të shkoj vdes në mendje. Është kështu, unë nuk e pranoj dot që Shqipja i mban të gjitha gjuhët e botës dhe nuk e pranoj dot që ne i shkëputëm lidhjet me botën, se Kadareja thot një gjë shumë të bukur. Në kohën kur ligjet e shtetit i kishin vënë mur marrëdhënieve me të tjerët, një kalorës i çmendur kaloi, thoshte, ka përceu të gjithë këto ligje dhe erdhi dhe na marrosi dhe ne. Ky kalorës, marrëzia e të cilit shkonte shumë përshtat me marrëzinë e sistemit. E kishte fjalën për Don Kishotin e Manches. Pra ne e pranuam. Shqipja e pranoi, po aq bukur sa që erdhi dhe ai. Pra vërtet ne ki ngritë mure, po gjuhës nuk mund t'i ngresh dot mure kurrë, sepse gjuha ka të bëjë me ndërgjegjen. Tani, të dalim tek e dyta që ju tha. Mund t'i themi për shembull këtij mjetit. Atë pra do dal, të dal, më jep mundsinë të flas. E kuptoj ku do dalësh. Ti them si do t'i thoni në shqip. Celular. Zë largët qelizor. Celular. Zë largët televizor. Telefon. Po pse zë duhet i ja them? largët mobile. Okay. I lëvizshëm ose celular qelizor. Si i thon Qelizor. celularit në Se Gjermanët- Amerikën Latine, si i thon? Gjermanët e kanë përkthyer për shembull televizorin. Sa vend kanë zënë? E kanë bërë farzin, shikuesi largët. Dakor, po sa vend ka zënë? Në momentin kur objekti hyn, ai hyn bashkë me kush është piku celularit? As unë nuk e di, se po bëjmë si Big Brother. Në Shqipëri jo një As unë nuk e di. Është pikur në një vend X dhe Telefonin, ka ardhur me ndoshta fjalën, po s'është telefon. Se ka përcyer telefonin. Është zyrë në xhep. Okej. Dhe kur objekti hyn bashkë me dhe është në truall bosh, padyshim që do të futet bashkë me termin dhe unë nuk shikoj asgjë të keqe. E di ku do shikoja gjë të keqe nëse fjala celular nuk do lakohej. Por unë në këtë Cilën moment fjalë kemi të fundit ne që e futëm në fjalor online-in. online. Po, vetëm Në linjë. në linjë online e përdorim. Unë nuk mund të them në celular tënd, unë them në celularin tënd, etj. Pra kjo do më trëmte. Nëse unë do thoja në celular tënd, pra nuk do ta lakoja fjalën. Ose do thoja celularët e zi. E zinj. E zinj, po. Pra, të gjithë arrim në përfundimin që unë nuk trëmbem nga futja e fjalëve. Për aq kohë sa do t'i nënshtrohen rregullave të përdorimit të gjuhës shqipe. Kjo është ajo që do më trëmte, po që edhe nuk është se më trëm shumë, se gjuha ka logjikën e vet dhe s'ka ligj në botë që t'ja ndërpres zhvillimin një gjuhe. Pra nuk e pranoj dot që shqipa është e varfër, shqipa është shumë e pasur. E megjithatë ti ke një fart të drejtë sepse kjo gjë që po ndodh me shqipen, kjo gjë që unë jam mësuar të jetoj me një zysh në shtëpi, kështu që nuk e kam problem. Shiko, ke shumë drejtë sepse për hir të vërtetës, kjo gjë që po i ndodh shqipes po i ndodh edhe një gjuhë tjetër të paktën me aq sa unë di një gjuhë shumë të pasur, realisht shumë të pasur se shqipja, siç është italishtja, e cila po fut pjesë të Se pranoj do që është shumë e pasur se shqipja, pse duhet themi që ka edhe fjalorin e ka më të madh. Tani latinishtja është ajo që është. Ka furnizuar anglishtën, latinishtja gjermanishtën. është e vdekur. Po është trashëguar tek italishtja. Është bija e saj. Ndjek nuancat e për- batë. jo për ta fetishizuar. Nuk e di nëse unë dua të them këtë. Po, Unë nuk e është- di se cili studim ka arritur në përfundimin që italishtja është më e pasur se shqipja apo shqipja më e pasur se greqishtja. Pra, këtë nuk e di. Më duken siç nuk mund të them se do isha shumë folklorike, po thoya që shqipja është gjuha më e pasur në botë, është më kështu. Jo, dhe këtë nuk e di. Duhen bërë studime të Mirë, dakord, të absolutisht. gjustisë krahasuese. Këtë Absolutisht. nuk e di. Por ama nuk mund të pranoj që shqipja është gjuhë e varfër, për aq kohë sa ne përveç një gjuhë, përveç këtij fjalorit, po ne kemi gurrën popullore, kemi gjuhën që nuk shterron kurrë. Ne kemi dialektet. Pyes dikur një përkthyes shumë në zë të letërsisë shqipe i them, çfarë bën ti në rastet kur shqipja të vjen e ngushtë? Se ka raste patjetër, sidomos në përkthim, që shqipja të vjen e ngushtë. Oh, thaj, shkoj te dialektet, shkoj tek zhargonet. Por, thot, edhe shpik fjalë, ma jep mundësin shqipja të kryoj fjalë të reja. Dhe ku ka më bukur? E dini që fjalën dashurie ka krijuar Naim Frashëri? Ja. Çiko Savon. Do me thënë, Naim Frashëri ka vdekur në vitin 1900. Nuk e dija. Po, e ka krijuar Naim Frashëri. Pra shiko sa e vonë. Po në Kres e ka krijuar Kadareja.
Tani afër nën kres, dhe këto janë fjalë që kanë hyrë. Floknaj e ka krijuar Kadarea. Dhe këto i ka kriju, sigurisht që këto janë të stiluara, janë fjalë të stiluara, floknaj, krifnaj etj, që gërvishëse e ka përkthyer, le të themi, Kadarea. Janë fjalë kaq të bukura që kanë hyrë në dhe po hyn në përditshmëri, se ka rrugën e vet edhe fjala. Fillimisht është libreske, pastaj është tek e folura intelektuale, derisa të filloj të përdoret gjërësisht. Prandaj kur një gjuhë për aq kohë sa një gjuhë gjallon, është si një njeri. Ne themi sa të rrosh do të mësosh. Kështu dhe gjuha, për aq kohë sa gjallon, pasurohet. Po, patjetër pasurohet, po në fakt mendoj që ta kam thënë dhe më herët këtë. Ka qenë dita e alfabetit, e kujtoj si sken atë, në autobus, 2 Gen Z, generata Z, që komunikonin me njëri tjetrin në anglisht. Tani, për të mos u kuptuar, këtë nuk e bën dot sot në një shoqëri që gjithë flasin anglisht. A kanë një lloj urrëtie për gjuhën shqipe? Jo, ashtu i Ishte vjen. mendimi që më kaloi mua në mendje. Dhe unë kam dëgjuar shumë edhe gjeneratën prezantë që alfa. flasin një anglisht me njëri tjetrin. Po, dhe në kushte të zakonshme, aty poshtë në lagje. Po shiko, shkollimi i tyre mund të ketë qenë anglisht, një pjesë e jetës së tyre ka qenë anglisht. Kjo unë nuk e shikoj fare. Për mua është më mirë të flasësh tërësisht anglisht, sesa të flasësh anglo-shqip. Më mirë fol anglisht. Më mirë fol tërësisht anglisht sesa anglo-shqip po e quaj unë. Pra, kjo që thot Viola është e vërtet. Ne sot po ndeshim me gjeneratën alfa që janë këta të vegjëlit fare. Ndoshta alfa duhet të kenë qenë ata se të cilët Gen Z e mbytën me Tani kritika. Brezi Alfa kur është kjo gjenerata alfa? Janë këta të vegjëlit, klasa parë, klasa 2. Okay. Unë këtë e di se kam një nip në djalvllai në klasë të tretë, edhe ai më qartëson shumë për gjeneratat dhe thotë që unë jam gjenerata alfa dhe ne të gjeneratës alfa, mu më vjen shumë mirë për vetbesimin që kanë dhe kështu duhet jetë. Jemi shumë të avancuar se ju të gjeneratës dhe stopoj. Thash unë, po mirë unë, çfarë gjenerate jam? Unë dhe babi jot? Endeti tha, dhe më tha prap gjysë shqip gjysë anglisht, nuk dua të jem, tha disrespectful. Tash s'ka gjë thuaje, po mos ma merr personale, po nuk ta marr personale, ju jeni gjenerata ububu. Po pse e kishte krijuar këtë përshtypje? Për të treguar që jeni ububu, shumë të vjetër, shumë që nuk na kuptoni, që Në fakt, unë vetëm një ditë më parë, po ndisha një debat televiziv mes gjeneratave, Millenniums dhe Gen Z. Se i referojmë dhe me Gen Z o gjenerata Z në termin më të përdorur. Dhe pas shumë përplasje aty, po zakonisht ne më të rinjt jemi shumë të paragjykuar. e kanë fajin ata që dalin në eksperimente sociale dhe nuk i përgjigjen sa pyetjeve. Pra ne stigmatizojmë, jemi shoqëri që stigmatizojmë. Prandaj të rinj të shiko, jo më larg se sot pata një debat shumë konstruktiv me një djalë 18 vjeç, i cili më thoshte: unë nuk do punoj kurrë për pasion. Do punoj vetëm për lek. Ky është motivi i jetës time. Do punoj do bëj, e kishte fjalën për punë të ndershme, padyshim, do i bëj të gjitha llojet e punëve për aq kohë sa ato të më japin para. Unë nuk do punoj kurrë për pasion. Tani, a duhet paragjykuar ky dhe Brezi ti dhe kishte goxha mbështetës në këtë debat konstruktiv që ne po bënim, më fal. Më fal. Quhet lapsus Konstruktiv, po është ndjer i tillë. Lapsus freudian. Kur zysha thot vërtetën. Dhe e vërteta është që ne punojmë në pasion, si pasioni që më rrëmben. Për shembull, nuk do më jap fare para antologjia për fëmijë që kam bërë me pjesë të abetareve të parë 100 vjetëve. Jam e bindur që nuk do më jap para. Siç nuk më dha para evolucioni i abetareve në Elbasan, një studim shumë i thelluar që unë bëra. Po pse e bëra këtë? Ati kur ja përmenda filloi të qeshte, kur i thashë e bëra për pasion.
Dhe më dha edhe një kundër argument që qëndron në fakt, e ke të zgjidhur më tha në këtë moment të jetës problemin ekonomik që të punosh edhe për pasion. Padyshim që edhe kjo duhet jetë se nëse nuk do të kisha një punë tjetër që të paguesha, nuk do të jepja rrugë pasionit, por ama nuk jam kaq ekstremiste sa të them vetëm për para dhe fare për pasion. Këto janë shpeshherë konflikte që vërej mes brezave. Se bën dot mirë atë që bën në rast se e bën vetëm për para. Vetëm për para. Po ndoshta është i vogël. Jam shumë dakord që parat janë shumë të rëndësishme se janë shumë të rëndësishme. Ne nuk blejmë dot shëndetin nëse nuk kemi parat ose edhe gjëra të tjera, po nuk mund ta bësh mirë një punë. Unë kam një teori tjetër për këtë, dhe unë them që përveç shëndetit të gjitha mund të blihen me para. Jam çike dyshim nëse mund ta blejmë shëndetin me para, besoj që jo. Vështirë. Unë mendoj që jo. Megjithatë, unë mendoj që jo, nuk blihet me para, por ama këtu fillojnë ato konfliktet midis brezave që kanë të bëjnë me mënyrën e jetuarit. Por këtu mendoj që konfliktet mes brezave që kam pas unë dhe prindërit e mi ndryshojnë thelbësisht nga konflikteve mes brezave që kam unë dhe fëmijët e mi. Për arsyen që ne kemi mënyra të ndryshme prindërimi. Okej. Kemi prindër të ndryshëm, pra sepse prindërit e mi nuk u integruan në epokën e teknologjisë që bëri revolucione të pakrahasueshme për 20 vite me atë që bëri historia për qindra vjet. Pra kemi prindër të ndryshëm, prindërime të ndryshme dhe mentalitete të ndryshme. Prandaj brezat ndryshojnë kaq thelbësisht. Me që përmënde në fakt breza, do dohet na bëje një diferencë me fakte konkrete, për cilat ishin disa nga debatet më të mëdha, ose idet ku përplasesh e ti me prindrit e tu, dhe çfarë ndodh sot me fëmijët nga ana tjetër. Unë falenderoj që ma bëre këtë pyetje, dhe ndoshta do t'ja pak në natyrë nostalgjike bisedës. Sa do doni. Okay. Atëherë, në kohën time, unë dhe vajzat si unë kemi vuajtur nga një sindrom shumë specifik, sindromi vajzës mirë. Dhe unë mendoj që kjo na ka bërë keq, sepse kishte një konturim social tek i cili ti duhet ishe jo vetëm i pranueshëm, po i pëlqyeshëm. Dhe konflikti kryesor që kisha unë në mënyrë të pandjeshme pas zë me prindërit e mi ka qenë pikërisht ky. Ata kërkonin dhe le të themi e formatonin jetën time sipas sindromit të vajzës së mirë, unë në vetvete rebelohesha. Konflikti i parë ka qenë shumë konkret, do ta bëj me ditarin tim. Ditari. Okay. Sot besoj që nuk ka mënyra, besoj duhet vajza që mbajnë ditar. Ditar jo, po duhet ketë, ndoshta është bërë teknologjike ditar. Okej, urojmë se është terapi ndër të tjera. Unë mbaj një ditar, të cilin fillimisht e shkruajta në shqip. Dhe besoja dhe ishte çështje besimi, sepse me mamin tim unë kisha vendosur një pakt. Gjërat e mia janë të mia, të tuat janë të tuat, dhe ne nuk do ndërhyjmë. Dhe kisha besuar te kjo. Dhe besuar që ditari im ishte imi. Dhe askujt tjetër. Ja, kështu u përfunduam të gjithë. Duke na i ditë sekrete. Në një ditë të bukur, unë në mënyrë indirekte kuptoj që ditari im ishte më imi. Dhe rebelimi i parë filloi aty. Në mënyrë shumë intelektuale, më pëlqen ta them, filloi ta mbaj ditarin frëngjisht. Dhe kishte rebelimi i parë i heshtur. Konflikti i dytë ka qenë ne ju mund edhe të qeshni, jeni të lirë edhe të më bullizoni, siç më bullizojnë fëmijët e mi. Ne në atë kohë kishim grupin ton të djemve dhe vajzave. Po flas për rrethin tim. Ishim 4 vajza dhe 3 djem. Dhe mblidheshim në shtëpitë e njëri tjetrit çdo të mërkurë masdite. Çfarë bënim ne aty? Prandaj ta mund të më bullizoni sa të doni. Bënim 2 gjëra. Dhe tani që flas unë rënqethem, ne vinim kanë qenë disa batanie të leshta në atë kohë, vinim batanie të leshta. Tamam Velenza, si. Kanë qenë batanie ushtria. Batanie ushtria. Nga ato kuqet i kam parë tek gjyshja ime i ruan. Ose të kuqet e errët ose jeshile e errët, po. Dhe vini muzik, bënim 2 gjëra.
vini muzikën e kohës. Ka qenë zakonisht ka qenë mërkur në orën 1:10, 2:20 diçka e tillë jam, dëgjoshim mbi pareti një herë në javë dhe kërcenim. Okej. Dhe javën tjetër se mbaj mend që ka qenë një javë i paret, një javë jo, nuk e kujtoj mirë tani. Javën e dytë ne diskutonim libra. Babai i djalit ku mblidheshim ishte përkthyes. Madje kishte shoqëruar Enver Hoxhën në mbledhjen në Moskë, në mbledhjen e 81 partive në Moskë. Përkthyesi rusishtes. Rusishtes, po. Dhe ne rinim aty 2 orë të plota, duke diskutuar për libret, pra një të mërkur dëgjonim i paredin dhe kërcenim, dhe të mërkurën tjetër ne diskutonim për libra. Po gjërat ishin shumë të bukura, sepse dikush vinte, njëri nga ne vinte me poezi përmendesh, dhe unë kujtoj njërën nga ato poezit shumë pak jo të plot, marr guximin që t'ju shkruaj çdo deshët më veç shpirtit tim. U gjenë një gjeni. Jam e di që jam e di që ma humbe. Marr guximin që t'ju shkruaj çdo deshët më veç shpirtit tim. E di që është e drejta juaj të më dënoni me përçmim. Tek më shihni sa po vuaj mëshirë të keni, sa do pak se kujtoj të gjithën. Dhe ne fillonim të diskutonim për këto gjëra, duke bërë debate shumë të forta. Besoj, me qira fjala, një sekond. Besoj do ta kesh mësuar dikur edhe në rusisht, sepse është... Dhe unë s'kam zdi rusisht, ishte... Unë nuk jam aq e vjetër sa më pande. Unë jam brezi i frëngjishtes dhe anglishtes, dhe jo i rusishtes. E di pse them se kam njohur dikë që ma ka recituar, sidomos vargjit e para rusisht dhe është një perl. Jo, unë s'kam lindur në kohën e rusishtes, ishte shumë e hershme rusishtja. Humbe rastin ta dëgjosh për herë të dytë rusisht. Jo, ne pastaj lexonim, diskutonim, për shkakun kemi lexuar, ishte ndaluar në atë kohë zonja me Kamelia Aleksandr Dumas. Ne diskutonim zonja me Kamelia, Dimri i vetmis madhe ishte ndaluar edhe ky, po. Dimri i vetmis madhe doli u ndalua dhe pastaj doli Dimri i madh. Pra ne lexonim libra, shkëmbenim, unë mbaj mend atëherë kisha rënë dashuri me një aktor francez o zot që me Alain Delonin. Jo. Me rrova emrin tani dhe ka qenë shumë e bukur se dhurata që më solli një nga shokët në mbrëmjen e maturës ishte një flet gazete me këtë aktor që ishte edhe këngëtar dhe aktor francez. Se kujtoj emrin tani, dhe kjo ishte dhurata që ai më bëri mbrëmjen e maturës. Gazeta në një kornizë, ishte një fotografi gazete me fjalë në një kornizë, dhe kjo ishte dhurata që më bëri mbrëmjen e maturës. Pra, tani, pse the mund të më bullizoni? Po kjo është e mrekullueshme, si do të bullizojmë. Kjo është një mrekulli. Jo, po prit se s'kemi arrit akoma tek ajo pjesë. E pata pak frikë të pjesën e bullizmit, sepse ne kemi kaq muaj te grupi i vajzave që e kemi edhe atë virtual, edhe nuk po nxjerrim dot një udhtim nga ai grup, kështu që dhe ne me mendje kemi udhtuar. Në fakt un kam udhtuar që në mendjen time me biçikletën time blu që s'ma bën prindërit kurr. E kam kërkuar kur isha 7 vjeç dhe nuk ma blen kurr. Dhe unë e vizatova dhe ç'bëja, e mbaja poshtë jastëkut. Dhe kur shkoja të nesërme në shkollë, i tregoja shokëve dhe shoqeve ku kisha qenë mbrëm. Dhe fillimisht kisha qenë në rrugicat e qytetit tim, në lagjen time aq të bukur, aq ideale për Elbasanin, që është lagja Kala. Pastaj në udhishtat e qytetit, dhe pastaj fillova të udhëtoja në qytete të tjera. I tregoja ngjarje, bëma dhe çdo ditë me biçikletën blu, dhe kur vllai im ma ka grisur biçikletën blu, ka qenë, thuaj se kam vdekur atë ditë. Ka qenë mërzitur. Dhe ka qenë ky pik takimi im i fortë me frëngjishten. Sepse ndërsa isha duke rrëfyer me slotëve, mikeshës time të ngushtë, këtë dëmin e madh që më bërin vlla duke më grisur biçikletën blu, më thot, ja, baba i saj, Vasil Kamami, që është një nga emrat e mëdhenj të pedagogjisë shqiptare, i studiuar në Rusi dhe në Itali, më thot, po pse nuk lexon Jules Vernein? Kemi qenë klasë të tretë, më duket, po. Dhe them, Jules Vernein e kam lexuar, kisha lexuar 2 vjet pushime. Jo, thot, lexo Matias Sandorfin. Dhe kam unë. Dhe shkon në bibliotekën poshtë ma sjell. Tash, po ky nuk është shqip. Po mëso frëngjisht atëherë, thot. Dhe kështu ka qenë fillesa dhe dashuria ime për frëngjishten, për të njohur këtë shkrimtar që me fantazinë e tij foli për anijet nëndecet pa lindur nëndecja, për avionin pa lindur avioni,
për kompjuterin dhe telekomandën pa lindur të gjitha këto, dhe që më bëm brezin tim të pavdekshëm. Sa kujtime të bukura. Duket si duket si një botë tjetër. Ishte shumë e bukur, për aq sa ishte e vërtet. Sepse pastaj kur na e përmbys, kur dilje jashtë shtëpisë këtij djali, zuat ja përmend emrin, ëndrat pastaj thyeshin. Ti isha aty brenda. Çfarë ndodhte aty, pra në mënyrën se si Pastaj ti e ishte përjetoje? frika. Kur isha aty brenda, ti isha e lirë. Unë e kam provuar këtë liri aty brenda, ishte shumë e bukur. Liria fillonte kur ne vinim batania tek dritaret, ishte shumë e bukur. Pra liria fillonte kur ju ndaheshit nga bota, jashtë. Eksakt. Aty fillonte liria. Kur ne ndaheshim nga bota dhe fillonim, për shembull, të them, më falni. Se vendosja e batanisë është një metaforë dhe kjo. Vendosja e realisht, po. Unë Zonja me kamelje e kam lexuar në shtëpinë time të vjetër, kishim një, ne i thonim aneks, nuk e di tani. Po, aneks, po. Tip aneksi që nuk kishte aneks në kuptimin e sotëm që gatuhej, po ne do të përdor termin elbasanisht, vendosim aty rrangulla të ndryshme. Po, gjërat e shtëpisë që nuk përdoreshin. Përdoren dhe unë Raqet. Dhe rria me orë të tëra, sepse druhesha nga prindërit e mi që po ta dini që unë po lexoja Zonja me kamelje. Po unë do ta lexoja sepse të mërkurën ne do ta diskutonim, dhe unë s'kisha kohë, libri do kalonte për 2 ditë të tjetra. Libri ishte, unë e kam të fotografuar këtu libri në kokë, ishte një libër i verdhë, i fleta dhe lexonim aty. Dhe unë më jep pak vibe, domethënë patjetër historia ka pika shumë ndryshe, po pak vibe hajdutja e librave. Hajdutja e librave ndoshta, pak. Deri diku ndryshe. Dhe në këtë rast unë ky zotria të cilit ajo i trembi ishte mami im, në rastin tim dhe kur më pa me libër, unë jam trembur shumë dhe nuk trembesha se do më bërtise, po do më diqte librin. Dhe kjo ishte dëmi më i madh, nuk e bëri, padyshim, nuk e ka bërë kurrë. Pastaj kur më zgdash të lexoj Alfredo Musée, e bëra sheshit, i thash, unë do lexoj Alfredo Musée dhe ti nuk do më thuash gjë. Dhe tha, pse ke kryu bindje që unë do të them gjë? Mu tha, nuk dua ta lexosh në sy të tjerë, këtë trembet ajo. Por lexoje, s'ke pse e lexon fshehurazi. Kjo ishte, por në atë kohë trembeshe të gjithëve. Dhe ky ishte një lloj konflikti që ne kishim mes brezave. Dhe ky ishte konflikti i brezave. Nuk kishim në gjendje të flitshim lirshëm, pa frikë. Konfliktet që pata unë me fëmijët e mi, vazhdoj t'i kem. Me çunin nuk e kam pas kaq të vështirë, sepse diferenca e moshës nuk ishte, jam bërë në një moshë relativisht të re, por me gocën kanë qenë për shembull. Unë nuk kam qenë asnjëherë partizane e festave dhe klubeve. Okej, asnjë mama nuk është. Nuk kam qenë. Mund t'ja kem nxjerr pak jetën. Pak fare. Mbaj mend që vajza ime thoshte kur të bëhem unë 18 vjeç, dhe ditën që u bë 18 vjeç, thashë ja u bërë, çfarë do bësh asgjë, tha dhe ti këtë e di, më thonë. Pra, ka pas konflikte patjetër, jo me veshjen, me stilin e humorit që bëndesh, për shkak nuk më pëlqente, më dukej kështu i pa respektuar, të dy, jo vetëm ajo, por nuk e bëri keq, edhe shkollimin dhe formimin që unë i dhash. Ja, se vë ndryshim fare. Ndoshta mund të jesh njeriu i dur për të thyer një përgjigje për këtë pyetje, se ke edhe vajzë dhe djalë. Pse mamat janë kaq të shtrënguara me lirinë që japin vajzave? Në Shqipëri, të paktën nisur edhe nga mami im patjetër, po edhe nga shumë raste tjera. Viola, unë i desha kaq shumë fëmijët e mi, të dy, sa gjë e parë që bëra kur ato mbushën 18 vjeç i largova nga vetja. Dhe thash, ju duhet të merrni jetën tuaj në dorë. Dhe nëse djali iku me qef, vajza nuk iku me qef. E pat këtë ngërçin. Nuk donte, por unë i largova për të mirën e tyre, i largova nga vetja për t'i dhënë liri. Deri unë besoj, në fakt dhe me djalin kam qenë shtrënguar, po ai nuk ishte natyrë kaq rebele sa ajo. Unë besoj që deri në 18 vjeç gabimet e fëmijëve janë gabimet tona si prindër. Pas 18 viteve gabimet janë të tyre. Dhe mendoj që ti lëm të lirë 18 vjeç, vajzat dhe djemt të gabojnë. Le të gabojnë, se mësojnë nga gabimet.
Edhe kur do t'i bëjnë, po si bën 18 vjeç këto gabime, le t'i bëjnë, ne jemi aty për t'i suportuar dhe sidomos për t'i dramatizuar. Kështu që është problemi i madh suporti i prindërve, se duket sikur në fakt gjithçka është në rregull derisa ti dëgjon ca raste pastaj që kupton pse dikush ndërmori një veprim ekstrem, sepse e ndjente veten se nuk mund të kishte mbështetjen për krahjen e prindërve për diçka ndoshta të gabuar që mund të ketë bërë. Unë mendoj që është detyrë e prindit të jetë aty për të suportuar fëmijën edhe kur bën gabim, por edhe kur bën faj, nuk e zhbën dot faktin që ai është fëmia yt dhe që në fund të fundit ti e ke formuar deri në 18 vite. Kështu që unë kam qenë pjesë edhe jam akoma e disa fushatave për të drejtat dhe liritë e vajzave dhe grave. Dhe jam pjesë aktive e këtyre fushatave. Këtë e bëj edhe si nën, në radhë të parë si nën, por e bëj edhe si qytetare, edhe si profesoresh patjetër. Dhe gjykoj që të gjithë nënat që shtrëngon vajzat më shumë se djemt, bëjnë gabimin e jetës së tyre dhe kanë më tepër hallin e tyre se të vajzave. Më vjen shumë keq ta them, e kam thënë në shumë mjedise, vazhdoj ta them, edhe më kanë kundërshtuar për këtë, por mendoj që nuk kanë hallin e vajzave, kanë hallin e tyre. Çfarë thotë kjo? Si kanë hallin e tyre? Unë e gjykoj kështu. Për çfarë nuk i jep liri vajzës? Vajza do liri. Pse vajza që nga më e brisht se djali? Jo, njësoj të turpërojnë ty. Në këtë shoqëri maskiliste, djemt nuk të turpërojnë vajzat. Jo, kjo s'është e vërtet fare. E dyta, pse vajza duhet të privohen nga disa edhe kënaqësi dhe djemt jo? Sepse nuk është procesi fiziologjik, nuk është i njëjtë? Rritja, dukuria, gjithçka është e njëjtë si për djemt dhe për vajzat, por kanë hallin e tyre. Çfarë do thot ky, çfarë do thot ai, çfarë është ai sindromi vajzës së mirë. Dhe gjëja e parë që kam bërë kur unë jam bërë nën vajze, kam thënë vetes, unë do ta mbroj nga sindromi vajzës së mirë. Jo se do jetë vajzë e keqe, po s'ka pse të vuaj këtë sindrom. Ne do shkojmë në një tjetër shkëputje muzikore. Dhe pasi të kthehemi nga shkëputja muzikore, do ta vazhdojmë pikërisht këtu. Dhe rikthehemi me të thella sërish. Sepse pyetja ime është, a mos ndoshta jemi në kohën e sindromit të vajzës së keqe? Sem psikologe. Sem sociologe. Ja ku jemi sërish. Para se të iknim, vazhdoj të jam akoma me zysh Natashën edhe me kolegen time Violën, para se të shkëndëshim... Zyshën e kemi deri në fund të këtij podcasti, kemi soti, kurse mua më ke deri në fund sezonit. Pak po e sigurt, tani, është korrekte gjuhësisht kjo shprehje, pak po e sigurt, apo është... Shumë korrekte është. Është kështu import? Pak po e sigurt, jo, shumë korrekte. Pak po është e sigurt. Okej. Absolutisht është shumë korrekte. Në rregull, nuk e di se ku dëgjova që është... Jo, s'ka fjali mungesore, shumë e bukur. Okej, në rregull. Tani, ti fole për kompleksin e vajzës mirë që ekzistonte në atë kohë. Kjo unë komplekse. Unë e kam përjetuar si kompleks, si sindrom. Si sindrom. Unë e kam përjetuar të tillë. E i gjithë brezi kam përshtypjen. Po. Ndërkohë që unë figurativisht për t'ju përshtatur, po themi, figurës që ti përdore, thash kompleksi ose sindroma e vajzës së keqe, edhe për të bërë një farë kontrasti, kuptojnë që të... Njëherë të lidhim fjalën e keqe me vajzën s'më pëlqen fare, sepse siç është vajza e keqe është edhe djali i keq. S'kemi pse ta stigmatizojmë këtë dhe themi vajzë e keqe, po e djali i keq, njësoj është. Fëmijë i keq. E para kjo. E dyta, dua të jem kështu, siç e thash, politikisht korrekte. Kjo ka të bëjë me civilizimet e shoqërisë. Çdo shoqëri konceptin e së mirës dhe së keqes e përputh me stadin e vet të civilizimit. Unë nuk besoj që ka vajza të këqija. Unë besoj, apo djem të këqij. Unë besoj që ka vese, të cilat shoqëria i pranon, mund t'u jap zë dhe frym disa veshëve dhe i vesh pastaj te ky apo tek ai individ. Por nuk e besoj kurrë që ka aq më shumë nuk besoj që ka vajza të këqija. Nëse ka sindrom të tillë, ky mendoj që është më tepër një imazh i gabuar që mund ta kenë krijuar emisione televizive të caktuara, pra segmente mediatike të caktuara. Por po kaq sa çka njerëz të këqij, këto njerëz të këqij mund të jenë vajza dhe djem. Nuk ka ndarje gjinore.
Në fare. këtë pikë. Nuk e besoj. Për mua vajzat janë perla që luma ai që ka vajza. E vërtet? Tani, se përmendë fëmijët edhe mua më erdhi natyrshëm në mendje një fenomen që ndodh për shkak të dashurisë që çdo prind ka për fëmijën, që i flet me përk dhe li. Pra, nuk më vjen mele mami gotën. Ajo ky është gabim shumë i madh. Po. Edhe do doja ta Deformimi i flisnim gjuhës, pak po, këtë. Këtë edhe ky është një gabim shumë i madh. Unë këtë e kam parë kudo që kam shëtitur, kam benjoja që kam pas nga paktën në vendet ku unë arrit të flas gjuhën e këtyre vendeve, unë kam parë që sa do të vegjël janë fëmijët, asnjëherë nënat apo të rriturit nuk ja deformojnë gjuhën. Kjo ndodh vetëm tu tek ne. Është atavizëm që na vjen nga një kohë tjetër, sepse nënat e reja e shikoj shumë entuziaste janë që nuk e bëjnë këtë gjë, e bëjnë kryesisht gjyshet dhe një brez pak sa më i moshuar se sa nëna, se sa prindi i fëmijës, mendoj që ky është gabim, sepse fëmia fillon të krijojë ndërgjegjen e vet lingvistike duke u rritur dhe ashtu sikurse fjala duhet të vijë e pastër nga personi që po ta jep, po ashtu po kaq e pastër, në këtë mënyrë ai e thith dhe e vendos në ndërgjegjen e tij dhe krijon ato folderat brenda mendjes. Mua më pëlqen them edhe shpirti të si, sepse gjua ka dhe natyrë shpirtërore, apo jo, shumë e ndjeshme, dhe prandaj duhet patjetër që prindi t'i drejtohet në formën më të pastër. Mos harrojmë që fëmia është një tabelë e bardhë. Çdo gjë që ti do godasësh do lër shenjë. Dhe është sa mirë që këto shenja ti lëmë në formën e tyre të pastër, të vërtet në fundit, ashtu sikurse janë. Pra unë jam kategorikisht kundër prindërve që ja deformojnë fjalët fëmijëve në mënyrë absolute. Dashuria kam përshtypjen nuk është përmes këtyre përkëdhelirave në fjalë. Dashuria vjen në 1000 forma dhe unë besoj këtu gjykoj si prind që fëmia dashuria jo gjithmonë ka nevojë për fjalë, padyshim që ka nevojë edhe për fjalën e bukur, po fëmia e ndjen dashurinë, e ndjen në çdo qasje që ti i bën, po sigurisht edhe nëpërmjet fjalës. Dhe ne kemi fjalë të mrekullueshme. Fjala shpirt kur është jashtëzakonisht e bukur. Fjala zemër e bën të qëndësishme, e lidh dashurinë me organin jetik të ekzistencës së njeriu dhe fëmia e kupton se sa i rëndësishëm jeti për të. Mendoj, unë nuk jam psikologe, padyshim, por gjithë këto vite pune pranë grupmoshave të ndryshme, më them që më japin një farë të drejtë që të jap gjykimin tim për këtë gjë. Dhe mendoj që në qoftë se dikujt i jep dashuri, ky është investimi më i madh dhe më i mirë për dikë, sepse do të kthejë dashuria. Gjithmonë është investim i kthyeshëm. Bukur. Urojmë edhe shpresojmë që të jetë kështu. Po, edhe nga përvoja ime kështu është. Ndërkohë, duke qëndruar prapë tek dashuria, Aty qëndrojmë. dhe duke të kthyer prapë pas në kohë. Si flitej dikur dashurisë dhe si flitet sot? Pra si do e Këtë do të tregoj diçka shumë të bukur. Përpara 5 viteve i kërkoj një mikesh. Në fakt ishte vetëm 17 vjeç dhe i them, do të kërkoj diçka. Unë po bëja një studim për të parë evolucionin e gjuhës, ose le të themi se si gjuha e internetit ndërhyn në komunikim, në diskurse. Dhe i them, më fut në grupet e tua, në 2 nga grupet e tua, me shok që unë të shkruaj, të kuptoj se çfarë ndodh. Dhe padyshim që në këtë rast mund ta krahasoj me kohën time. Tash është bërë shumë simbolike, me emoji të ndryshme, kurse ne nuk kishim emoji, por kishim fjalën në atë kohë. Dhe fjala vinte me pusulla, me letra të vogla, me pusulla, me lule. Unë mbaj mend që sikurse besoj ju e dini, vi nga një qytet që ka shumë portokalla dhe lulet e portokallit ishin ato që flisnin, ne flisnim me njëri tjetrin shumë përmes luleve të portokallit dhe gjuha jon ishte shumë analitike. Nuk mund të them që gjuha e dashurisë ishte aq analitike sa ajo e kohë, le të themi një shekulli më përpara, pra gati kalorsjake, por gjithsesi ishte analitike, me fjalë të bukura, ndonjëherë edhe me citate të marra nga librat, sepse librat tanë ishin, flas për komunitetin tim, ishin të vizuar dhe me shënime anash. Ndërsa ajo që pash tek grupi WhatsAppit të vajzës 17 vjeçare ishte shumë telegrafike dhe dashuria ishte shumë telegrafike.
për të mos kaluar pastaj këtej disa terma që sinqerisht unë nuk i kuptoja, mu desh të më përktheheshin, madje të më përktheheshin edhe në kontekstualitetin e tyre. Që Nëse mund përmendim ndonjë? po mos bëj gabim ta përmend. Jo. Po pse? Pse bën gabim? Për shembull, nuk e di, mos e ktheni në Reels këtë. Dashuri me benefite, unë këtë nuk e kuptoja. Dhe nuk e kuptoja fare dhe pastaj kur mu shpjegua në mënyrë shumë analitike, u zemrova. Dhe ky është një hendek shumë i madh midis konceptit që ne kemi patur për dashurinë dhe për marrëdhënien në përgjithësi me transformimin që i ka dhënë kjo kohë. Unë e gjykoj jo të mirë, po besoj që kjo ndodh edhe kaq. E thash këtë për të kuptuar diferencën. Po, në fakt ne pavarësisht sa sportiv mund të jemi si brez, ka ca vlerat asaj kohe që i kërkojmë, i duam, kemi dëshirë ti përjetojmë. Ja, kjo dashuria kështu për shembull. Po ja fluturat, me citate nga librat. Xizëllonjat. Kur unë flisja me nipin tim për xizëllonjat, se kishte idenë që ishin xizëllonjat. Kurse ne kemi përdorur metaforikisht në të folurën tonë fjalën xizëllonj me shokët, me miqt. Ne kemi rendur pas xizëllonjave, sa bëhej pak natë, sa po erësoj pak, në rendim që të kapnin xizëllonja dhe të vinim në ballë me atë fosforin e tyre. Ndërsa sot xizëllonjat nuk ekzistojnë më, sigurisht për shkak të ndryshimeve klimaterike, por edhe se ne fëmijët nuk i lëm të rendim pas xizëllonjave. Po se i mbajnë mbyllur. Po ku ti gjuajnë xizëllonjat mes pallateve ti gjuajnë? S'ka? Në fshat e gjysha. Ashtu është. Po se kanë të gjithë një gjyshe në fshat. Duhet gjejmë të gjithë një gjyshe në fshat. Pra ka disë nivele të mëdha midis kohëve, por gjithsesi liria që është tani ka qenë ëndra jon asaj kohe. Kurse kemi ndëruar shumë lirinë. Është tipikisht kjo situata kur njeriu nuk e ka diçka. Sot është kështu që s'di çfarë të bësh me lirinë, domethënë. Unë them që liria është gjëja më e vështirë që të bëjë njeriu është të menaxhojë lirinë e vet. Absolutisht. Dhe kjo shpresoj të konsiderohet edhe si këshill, që në momentin që ke liri duhet ta menaxhosh me shumë kujdes lirinë tënde. Absolutisht. Ta dramatizojmë. Ta dramatizojmë. Edhe të kalojmë në biseda të tjera. Tani gjithë aty mbetemi tek dia në tek aty dhe unë aty është fusha ime dhe për shembull, unë do e organizoja bisedën tonë rreth mënyrës se si media po ushtron një ndikim të jashtëzakonshëm në gjuhën në përdorim. Media jemi gati për kritika. Tani unë kështu do ta nisja, po e kisha fjalën tek çfarë prodhon gjuhën ose çfarë zhvillon gjuhën. Nëse ne pjesën e parë folëm për pasurinë e gjuhës shqipe, shqipja sigurisht është një gjuhë e gjallë, një gjuhë që ka nevojë të pasurohet dhe që lëvrohet. Tjetër që ka nevojë të pasurohet. Dhe nëse unë do të të pyesja për shembull për rolin e universitetit në pasurimin konkret të gjuhës shqipe, a është gjikundi as është gjikundi hiç, ti e çove tek media me shumë të drejtë në fakt. Se duket se po na e lëvron media gjuhën. Shikoni, Jo universiteti është institucion kërkimor që përveç se prodhon, le të themi, intelektual ose le të themi jep diploma që të hapin derën për të ushtruar profesionin tënd, ka edhe është dhe qendër kërkimore. Pikërisht. Dhe ne kemi universitete dinjitoze të cilët në saj të punës së tyre, të profesorëve, qoftë për interesat edhe të vetë gjuhës, por dhe për interesa vetjake, po e pasurojnë shumë, po bëjnë studime të mirëfillta që lidhen pikërisht me zhvillimin e gjuhës shqipe, me mënyrën se si po zhvillohet, parashikojnë pritshmëritë ose çfarë pritshmërish duhet kemi, dhe unë gjykoj që një produkt shumë i mirë i universiteteve në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe me qendrat e ndryshme kërkimore, produkt fantastik ishte fjalori i gjuhës shqipe, që sot e kemi online dhe që është një arritje shumë e madhe. Pati shumë diskutime mirë. Gjithkohën do ketë diskutime.
diskutime, gjithkohën do ketë diskutime, çfarë kemi bërë dhe nuk e kemi diskutuar, çfarë kemi bërë dhe nuk e kemi gjetur të mangtat. Kështu që shumë mirë kur për dikë flitet në të mirë dhe të keq, patjetër që aty ka diçka. Thotë që diçka po bën. Diçka po bëhet. Dhe unë jam shumë entuziaste për fjalorin që ne kemi online, është shumë i pasur, sa mirë që e kemi, a ka vend për përmirësim? Po patjetër që ka vend për përmirësim, po sa mirë që e kemi online dhe ka një grup studiuesish, profesionistësh, të cilët do t'i quaj si metaforikisht si mbrojtës të këtij fjalori, por edhe pasurues të përhershëm të tij, pra që e kontrollojnë, mund të ndryshojnë gjëra, sepse ekziston mundësia për ta ndryshuar, për ta pasuruar dhe për ta bërë akoma më të përdorshëm. Pra universitetet janë qendra kërkimore. Unë do marr një shembull, nuk dua të ndalem të tjerë, do marr një shembull tek vetja si profesoreshe një universiteti dhe me drejtim unë jam e fokusuar tek gjuha në përdorim, pragmatika, tek gjuha që e gjallë. Dhe kur mundesh të jepja kontributin tim minimalist, se unë nuk jam leksikologe, unë mora fjalën mask dhe studiova gjithë origjinën që ka patur fjala mask, që hershmërinë e saj, por kuptimet e reja që ajo fitoi gjatë pandemisë. E kupton? Pandemia e shumëfishoi kuptimshmërinë e fjalës mask, jo vetëm në shqip, po në të gjithë gjuhët e tjera, por unë mora ndryshimet kuptimore që ajo pësoj në këto kushte të reja, është ajo që ju thatë. Janë kontekste të reja të cilën ndikojnë që gjuha të ndryshojë. Unë mora fjalën mask, por më falni, këtu Viola na solli fjalën online që futet për herë të parë në fjalor, por nuk jemi vetëm në kushtet të fjalës, jemi edhe në kushtet të ndryshimeve sintaksore. Janë këto fjalit që the ti pak por e sigurt, fjalit mungësore që sot po përdoren jashtëmase shumë. Pse po përdoren shumë? Sepse është rritur është konteksti i herë që i ndihmon, por mjetet e tjera jashtëgjuhësore që ndihmojnë vetë gjuhën e folur. Dhe sot mjetet e tilla jashtëgjuhësore janë shumë të pasura. Po këto po e bëjnë gjuhën e gjallë që të ndryshojë. Këto po e lëvrojnë gjuhën. Dhe të kthehemi tek media. Media, unë mendoj që media duhet të jetë edhe më jam pak sa e drojtur kur e them këtë, por mendoj që media duhet ta kuptoj përgjegjësinë e madhe që ka, sepse media është komunikim i drejt për drejt, që është edhe audio edhe vizive. Të dëgjoj edhe unë që e kam mbaruar, si më thënë, të plot formimin tim, po dëgjon dhe ai fëmia që për herë të parë po të dëgjon ty si gazetar dhe e thithaj është ajo tabela e bardhë që unë thash. Ne kemi gazetar të shkëlqyer, dhe unë jam ndryshe nga një pjesë e madhe e audiencave që mendojnë që ne s'kemi gazetari, unë mendoj që ne kemi gazetar shumë të mirë, të cilët bota i ka zili. I kemi këto gazetar. Çfarë kritike kam unë? Raportin që këto gazetar kanë me gjuhën, sepse kur një gazetare fantastike që unë adhuroj, fillon të mendojë në anglisht dhe flet në shqip, unë e kuptoj si njohëse e dy gjuhëve, për shembull. Por dikush kush tha që duhet të dim gjithë anglisht? Dikush që nuk e njeh këtë gjuhë, fillon të ndjehet paksa ajo vetë e largon. E distancon, e vë një barierë. Pra sa e thotë se s'po e kuptoj. Pra, përgjegjësia e madhe ndodhet te gazetarët, përgjegjësitë madhe duhet të ndjejmë gazetarët, të cilët kanë një influencë të jashtëzakonshme me audiencën e tyre. Dhe kur them përgjegjësi, e thash edhe një herë, nuk jam vetëm tek leksiku, por edhe tek struktura e fjalive që ato përdorin. Duhet të mendojnë shqip dhe të flasin shqip, por nuk mund të mundosh dot në një gjuhë dhe të flasësh një gjuhë tjetër, pa dyshim që ne, dhe kjo ndodh te gazetarët tanë më të mirë. Se më kujtove disa screenshote që po i shihnim përpara se të fillonim me intervistën, ku do doja ti përmendim disa prej tyre. Unë ti nxjerr tani për shkakun është marrë nga një gazetë, nuk do ta them gazetën, që thot: muaji shtator, sipas parashikimeve, pritet të jetë i freskët dhe i lagësht, ku priten evente të forta me rreshje shiu. Ç'do të thënë? Ku pritet dhe evente të forta me rreshje shiu. Fjala event në shqip bashkëngjitet me një fest, që mund të jetë një event promovim libri, një dasëm është një event, por një furtunë nuk quhet event.
Nuk mund të quhet event një furtunë, është kjo. E dyta është në një nga lokalet MNZ të Tiranës, e kam të fotografuar, që është lokal shumë i frekuentuar. Në ditën në 1 janar 2025. Që kjo është kurse e ruan datën fotoja, thuhet: me kërkesën dhe hezitimin tuaj, restoranti do hapet sot dhe do të vazhdojë shërbimin normalisht. Me kërkesën dhe hezitimin tuaj. Po mirë kërkesa. Po pse po hezitojmë ne se ne po presim të vinë të ushqemi? Ose një tjetër biznes që thoshte ofertën. Vetëm 2 ditë e keni këtë mundësi. Mos hezitoni ta humbisni. Humbiteni sa më shpejt jetë mundur. Pra këto janë qesharake dhe plot të tjera që gjenden në celularin tim që tregojnë, çfarë tregojnë këto? Ja, unë sa po thashin gjë, humbiteni. Shumë mirë the. Humbeni. Jo dhe humbiteni, ke ndërkallur trajtën e shkurtër, juve ju humbiteni. E thash sakt. Ato e ke thonë sakt. Do të kishte korrigjuar zysha ndryshe. Ti mendoj se ka pa veten unë. Këto shembuj që solla unë kemi analfabetizëm funksional, sepse nuk ka shumë i diskutuar. Nuk arrin të perceptojnë kuptimin e fjalës. Pra, e sa bukur e thot profesor Xhavet Lloshi. Unë nuk trëmbem, thot, kur shqiptarët përdorin bypass në shqip, fjalën anglisht, por kur e përdorin sakt. Për shembull, thot ai. Dola nga bypassi i Vlorës dhe shkova sepse do bëja një mjek, thot. Dola nga bypassi i Vlorës për të shkuar shpejt në spital në Tiranë për të bërë një bypass një pacienti. Kemi 2 shpërdorime të ndryshme të bypass, po përdorime në kuptime të ndryshme. E përdor profesor Xhavet Lloshi. Dhe ja, këtu nuk kemi analfabetizëm funksional, por kur ti thua mos hezitoni ta humbisni, ti thjesht ke dëshirë të përdorësh fjalën hezitoj, të duket e bukur, por se ke përdorur në vendin e duhur. Siç nuk ti nuk mund të mami ç'po bën mami po bën drekën, ti nuk mund të thuash mami po përgatit drekën. Jo, nuk është ai regjistër. Më kuptoni? Pra duhet i përshtatemi kontekstit ku përdoret fjala apo dhe fjalia e tërë. Shumë diskutime ka pasur edhe për librat e fëmijëve në fillore. Po. Shumë shpesh janë kritikuar, po. E di se kam qenë pjesë e këtyre debateve her pas here. Tani ashtu është, unë mendoj që kjo gjë shmanget, së pari një herë para se të kaloj tek shmangja. Këtu dua të dal. Po. Mos harrojmë që ne kemi shtëpi botuese rigoroze dhe shumë serioze të librit shkollor, nuk e di nëse mund t'i përmend apo jo. Se mund të quhet efekt marketingu nuk mund t'i përmendim. Shumë serioze, të cilat bëjnë libra shumë cilësor. Unë i adhuroj kur prek në dorë, sidomos janë 2 shtëpi, e din ata. Janë 2 shtëpi botuese shumë serioze, të cilat të ndihmojnë zyshat të punojnë me qef. Sikurse kemi shtëpi botuese që çedojnë, por për shkak të mungesës së seriozitetit të filtrave që duhet të vendosin institucionet në fuqi, librat kalojnë. Okej. Dhe dëmin pastaj e kanë këta që nuk e din kush e ka shkruar lahutën, apo që nuk e din se çfarë instrumenti është futur në UNESCO apo në. Se kemi parë, po unë dua ndonjëherë edhe të mos i besoj ato tekstet që paraqiten zakonisht tek fëmijët në fillore. Ka pastaj edhe skupe që bëjnë mediat e ndryshme. Okej. Skupe që për mua, siç ishte skupi i gjuhës 3, ishte qesharak, gjuha 3, që u pretendua mediat e ngritën me të madhe, u pretendua për një gabim që në fakt nuk ekzistonte fare, nuk dua t'i futem këtë muhabeti, pra për të thënë që mediat shpeshherë përdorin edhe fakte jo të vërteta për të bërë skupe. Patjetër, ndodh edhe kjo, po nuk është e drejtë dhe nuk duhet padyshim një media serioze asnjëherë të arrijë në këto nivele. Ka edhe libra të cilat çedojnë për shkak se në filtrat nëpër të cilat ato duhet ta kalojnë nuk janë serioz dhe të duhurit. Mua më erdhi në mendje zysha ime fillores. Edhe më kujtua një lojë që ajo e bënte që ne të mund të fillonim edhe të lexonim sa më mirë. Këto janë metoda. Nuk e kujtoj mirë tamam eksaktësisht, po ishte diçka si dritare që e bënte, vendoste sipër tekstit. Është për rrokjet. Po, për evidentimin e rrokjeve. Po, këto janë metoda shumë të mira. Më kthye në këto janë metoda dhe ne, e di ku është fatkeqësia, se
edhe për metodikën mund të flas gjithkohë. Fatkeqësia është që në vitin 1996, më duket, filluan të flasin më të madhe për faktin që metodat jashtëzakonshme për mësimin e gjuhës dhe për qasjen ndaj lëndave shkencore po vinë nga ky shtet, nga ai shtet, nga kjo, kjo nuk është e vërtetë. Bashkë me kolegen time, ne jo vetëm që kemi studiuar abetaret e 100 viteve përpara, por kemi studiuar dhe shumë shpejt do e nxjerrim Giovannin. Giovanni ka qenë metodisti dhe didakti më i mirë që ka njoh historia e arsimit shqiptar. Dhe çfarë vum re ne aty? Që të gjitha metodat që na ushitën në vitet 96 si të reja, si bashkohore, dhe nga një vit të ndryshëm që i sollën nga ky apo nga i shtet, në fakt Giovanni kishte sjellë në vitin 1926. 80 vjet përpara. Pra, e kuptoni sa qesharak bëhen këto njerëz sot në syt tan. I kishte sjellë Giovanni, emrat e mëdhenj kemi aty. Duhet thjesht të heqim pluhurin dhe t'i marrin t'i vënë në vendin e duhur. Aty ku ato e meritojnë të jenë. E drejt. E drejt. Ka shumë gjëra për të përmirësuar. Përmirësimi i parë duhet të ndodh nga të heqim dorë nga deliri i madhështisë. Që do të thotë? Gjua shqipe. Mos e ke me këtë gjua shqipe është më e vjetra në botë? Po, e kam dhe këtë me turbo albanologët, si thot Vebiu. E para, nuk mund të pranoj që shqipe është nëna e të gjithë gjuhëve. Kjo është një lloj gabimi kështu që të vjen dhe për të qeshur. Sikurse nuk mund të pranoj që shqipja që nga gjuha që ka lindur 6000 vjet më parë. Okej, edhe kjo është e dyta. Por dua të jem me këmbë në tokë dhe të them që gjuha jon është gjuha vjetër që shkruar edhe përpara Buzukut. Pra, përpara vitit 1555, përderisa kemi një libër kaq të mirë, do thotë që shqipja ka ekzistuar përpara. Dua të them këtë. Dua të them që shqipja jon është një gjuhë kaq e bukur dhe kaq e pasur sa mban të gjithë gjuhët e tjera, sado të vjetra dhe larg të dokumentuara të jenë ato. Më pëlqen të mund të jem pak old school, siç mund të etiketoj ky brezi Alfa. Po më pëlqen që fëmijët të mësojnë poezi përmendësh, të bëjnë atë që e thot Umberto Eco, gjimnastikën e trurit. Dhe truri nuk ka nevojë të themi më humbi pini, më humbi truri. Dhe truri mbahet në lojë duke mësuar gjëra përmendësh, duke lexuar, duke u thelluar. Unë jam nga të paktët besoj individ që them që të rinjt sot lexojnë më shumë se ç'kam lexuar unë në kohën time. Problemi është që unë kam lexuar letërsi artistike shumë. Ata lexojnë tekste jo letrare shumë. Tekste jo letrare. Dimitër Paparisto në vitin 1911 thoshte send njoftësi. Sa bukur. Ne e lam këtë term. Çfarë ishte kjo? Send njoftësi, thot ai. Send njoftësi. Për tekste jo letrare. Pra të njohim botën e sendeve. Çfarë bëjnë tekstet jo letrare? Por nuk. Sa e bukur. Këto gjëra, po pra, është shumë e bukur. Dhe ne i lam këto. Ne kemi Simon Shuteriqin, një nga didaktët më të jashtëzakonshëm që nxjerr fjalë të jashtëzakonshme, që është i pari që solli librin e mësuesit. Jo libër mësuesi në kuptimin që kemi ne sot, po ato konceptimet e librit të mësuesit. Pra janë emra të mëdhenj, janë emra që bën shkollën e vërtet. Simon Shuteriqi është i pari që bëri një libër të vërtet shkollor, madje edhe me programe, me plane mësimore, me atë që ne sot ja kemi vënë emrin kurrikul. E bëri ai, nuk erdhi në vitin 2013. Ka ardhur në 1919 më duket. 1911, po. E kuptoni se sa të vjetra i kemi gjërat, pse po i shesim si të reja drejt që e mori. Kanë ekzistuar të gjitha. Shiko sa të bukura kanë qenë. Dhe ishin njerëz, këto më lejoni ta them këtë. Patjetër. Dhe ishin njerëz të cilët nxorën para nga xhepi i tyre për të ndërtuar shkolla. Nga xhepi i tyre, nga familja e tyre, i morën dhe ndërtuan shkolla. Kështu ndërtu Normali Elbasanit. Me Lefnosin, me Simon Shuteriqin, me Dimitër Papariston, me Shef Qedaiun, që vdiq në Burg. Firmëtari i pavarësisë, më rënqethet mishi tani, kishte studiuar juridik në Stamboll. Erdhi në Shqipëri, punoi në Dibër, në gjithë Shqipërinë, shkroi abetare. Mori pjesë firmosi në aktin e pavarësisë dhe 40 vite ja hoqën firmën.
Në kohën e diktaturës ja fshin firmën Shefqedaiut. Çfarë kishte bërë Shefqedaiu? Me paratë e veta dhe jo pak, mori pjesë në mbajtjen e Kongresit të Elbasanit, ndërtoi normalen e Elbasanit. Çfarë i bëm ne? Jo ne, ë? Ne futëm në burg, e dënuam 36 vite dhe ai vdiq në burg. Nuk kam dieni nëse familja i ka eshtrat apo jo, këtë nuk e di, por ishin njerëz dhe njëherë dua ta them që hoqën para nga xhepi i tyre për të ndërtuar shkolla. Zorë se do ta bënte njëri sot. Po s'po hapim. Tema edhe më thella. Letërsinë s'ka nevojë të të pyes, me kinematografinë si e? Shoh shumë filma. Okej. Shoh jashtë filma, dëgjoj muzikë. Dëgjoj muzikë franceze, më pëlqen shumë. Patrick Fiori është këngëtari im i preferuar, nuk është trendi për ju, po unë e pëlqej. Më pëlqen shumë kinematografia. Sa po kam parë filmin, se e kam lexuar një herë libër, Muzeu Pafajsisë. Në Netflix. Me Të pëlqeu? seri. Më pëlqeu shumë. Shumë diskutime ka hapur. Dhe ja kam dhënë studentëve kur të shkoj të entet, kam forum. Dy grupe me studentët që un kam 2 kurse, 2 grupe. I kam thënë ne do bëjmë forum për këtë film, të entet ne dua të parë filmin, të mbaruar. Po e kanë lexuar librin në fakt. E kanë lexuar patjetër. Studentët e letërsisë po e bëj studentët e letërsisë dhe studentët e biznesit, po e bëjmë bashkë. Okej. Sepse unë mendoj që ai libër është dhe film padyshim, është një libër që tregon situatën egoizmit maskilist, është një Dikush e tha. po, është egoizëm maskilist dhe është një libër që duhet të zgjoj nënat e vajzave përpara se të zgjoj vajzat. Sepse unë nuk ja fal asaj nëne që pasi vajza vdiq, vazhdonte atë djalë ta trajtonte sikur e kishte djalin e tij. Ai është trumbullari. Jo i vdekjes, po sepse ai i është gjithë simbol. situatës, Ai është simbol. Unë do ta diskutoj me studentët, mezi po pres në fakt, sepse është pjesë emisionit që i kam vënë vetes për të çliruar vajzat sot. Unë jam idhtare Oriana Falachit. Okej. Dhe gjithë vajzave që dhe jam në krye të luftës, sepse unë kjo mendoj që është luftë për jetë a vdekje, të vajzave që po u mbyllet goja, po u hiqet zëri, po hiqet fytyra, po hiqet zëri, unë këtë nuk e pranoj dot. Askush nga ne nuk e pranon dot. Kështu që secili kemi një përgjegjësi për ta çuar përpara këtë luftë e cila ditë pas dite Po bëhet më ashpër. po bëhet më ashpër, e vërtet. Mirë, mbase ne do duhet kishim folur pak më shumë, po edhe pse folëm shumë më tepër për gjuhën, nuk bëm keq, bëm shumë mirë. Shiko, meqense të pëlqen kinematografia, ne kemi një dhuratë nga Cineplex. Faleminderit shumë. Është një bilet dyshe. Shumë Pra mund të mirë, shkosh më mirë me akoma. dikë tjetër që zgjedh vet, është bilet pa datë që mund të shkosh kur të duash ti, pra Për kur e cilin mendon film ti, të duash. Shkëlqyer. për një film që ty të pëlqen që e ka datën në kinema, ta shijosh edhe Faleminderit shumë. Është dhuratë Ta që gëzosh. vlerësoj jashtë mase, sepse sapo kam parë në Cineplex filmin e jashtëzakonshëm Nuremberg. po, me Russell Crowe. Me Russell Crowe. Me Russell Crowe, Nuremberg. Dhe jam mrekulluar. Jam mrekulluar nga ai film. Shpresoj të marr. Unë e kam parë atë në një faqe pirate vetëm një ditë pasi kishte dalë në 25 në 26 nëntor, e kam parë Unë taze fare. frekuentoj Kam parë Cineplexin nuk e kam vazhdimisht. parë. Është fantastik. Është film fantastik, Po ai e ka tani qarë. më ngjallot kurreshtjen, kështu që. Është fantastik dhe e dikush nuk e di kemi kohë. E Po. dikush ishte e bukura. Hy për të parë filmin dhe në kinema isha vetëm unë dhe një mikesha ime, isha me një mikeshën time edhe një çift. Film i jashtëzakonshëm. Me zor po prisja sepse vajza ime e kishte parë në shtetin ku ajo jeton dhe më thotë shpejt sa të dal. Dhe shkova, po nuk jam shumë e sigurt për titullin e filmit, se mbaj mend. Dhe ishin vetëm 4 veta. Kur dal, O, ju pas keni qenë shumë, unë kam qelluar dhe vetëm. kur dal, shikoj një radhë me njerëz, nuk do flas për filmin e radhës, shikoj një radhë me njerëz. Na e Dhe merr thash- mendja për cilin po flet. Dhe i thash, këto njerëz Po të kishe shkuar aty do na kishe parë dhe ne. Dhe i them vajzës, Jo, thash, është film tjetër, do rjepet filmi tani, thash, në orën 6? Jo, tha, po për kë po rrim këto njerëz? Për këtë, tha, dhe më tregoi një film.
Zdut tanat e moja skënd. Thash, po kur jepet ky filmi, thash, kaq pak veta janë? Jo, tha, zakonisht tha, po kur janë filma kështu dorës dytë, tha, nuk ka shumë njerëz. I dorës dytë ai. Tani, ai një film që ka trondit gjithë botën. Që është një ngjarje historike, që ti e shikon për shumë arsye, që është ngjarje në vërtetë. teatr. Dhe ishte edhe në teatrin kombëtar, ë? Ishte edhe në teatrin kombëtar. Pra ishte në kinema dhe në teatrin kombëtar njëkohësisht. Bukurit tani. Ti aty shikon autor kollos. Është prodhim i jashtëzakonshëm. Është fillesa e gjyqit të Hagës. Aty e mori fillesën. Vërtet. Dhe njerëzit banin në radhë për një film shqiptar. Jo se s'kam gjë me filma shqiptar, se kemi filma shqiptar shumë të mirë. Po mungesa e ndjeshmërisë ndaj çështjeve kaq të mëdha dhe kaq të rënda. Po le ta quajmë. Kjo është e vërtetë dhe kjo është kritik që vlen. Kështu që kjo është një dhuratë shumë e vlefshme për mua. Unë e frekuentoj vazhdimisht Cineplexin. Faleminderit. Falenderoj shumë që ishte pjesë e Kinotekës. Edhe unë u kënaqa shumë. Uroj që edhe ju miq të Kinotekës jeni kënaqur, mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, na gjeni në YouTube, në Instagram, në Spotify dhe siç e themi shpeshherë edhe në rrugët e Tiranës, ku mund na shihni edhe të na flisni patjetër. Shihemi të mërkurën e ardhshme. Pafshim. Pafshim.